الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Mazina vazhdojmë me leximin e librave të Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabit rahimahullah. Për librat të cilat I ka shkruar ke, domethënë shkrime të vogla, është libri Kitabu Kashfu Shubuhat, libri largimi I dyshimeve ose shartësimi I dyshimeve. Thot Allahu mëshirov تتعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة. هذا shpeshoni se këtë libra të këtij kanë bojnë me akide, me besim, se si njeriu do të me besu. Thot dije Allahu të mëshirov se njëshmëri a Allahut, me njëshmëru Allahun do të thot me njëshmëru në ibadet Allahun azza wa jall, wa huwa dinu rusul, dhe kjo është feja e pejgamberëve. Do të thotë kjo është feja besimi me të cilën kanë ardhur pejgamberët, I kanë thirrë njerëzit me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi, të cilët pejgamber I ka thënë Allahu azza wa jall te robërit e tij, ka thënë te njerëzit. Dhe I pari I tyre ka qenë Nuhi alayhis salam, të cilën e ka dërguar Allahu azza wa jall te populli I tij kur e kanë tepruar tek njerëzit e devotshëm të ata, sikur është Al-Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq dhe Nasr. Këto emra kanë qenë emrat njerëzve të mirë në popullin e Nuhit. Dhe kur kanë vdekur këto njerëz, ka ardhur shejtani dhe ju ka thonë fëmijëve dhe nipave të atyne, ju I keni pas të njerëzit e mirë, cilët e kanë bërë shumë ibadet Allahun. Dhe në vendet ku kanë nejt ata ul dhe ku e kanë bërë Allahun ibadet, bëni statuja atyne. Ndërtoni statuja. Dhe kur ti shikoni ju ata statujat atyre, Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq wa Nasra, emrat atyre personave, ju kujtohet juve se çish ata kanë adhuruar Allahun. E pastaj ju vjen disponimi për me adhuru edhe jo Allahun çashtu që kanë adhuru ata, edhe ju adhuroni pastaj Allahun shumë. Në këtë mënyrë I ka mashtruar shejtani, derisa ka ardhur gjenerat pas gjenerate, është ngrit dituria, dhe ka ardhur shejtani përzit ju ka thonë aty që kanë ardhur më ignoranta, nuk kanë ditë për fe, kanë thonë e dini ju ata baballarët e juve kur janë fal, janë drejtuar rreth statuja, drejt statujave, ata nuk janë kontra adhuruar Allahun, po I kanë adhuruar çto statujat. Dhe në këtë mënyrë I kanë nxjerrë shejtani prej fejes, kanë filluar njerëzit me adhuru statujat. Kjo është fillimi I shirkut. Në këtë mënyrë shpik shirku dhe ka dal kufri, e pastaj Allah azza wa jall ka thënë Nuhin alayhis salam për me nxjerr njerëzit prej këtij shirku. Edhe kjo është njëshmëria, kjo është besimi me të cilën kanë ardhur këtë pejgamber, do thotë duke filluar nga Nuhi, dhe thotë edhe I fundi I pejgamberëve që ka ardhur me këtë thirrje është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, I cili I ka thye çto statujat e çti personave. I ka thye çto statujat cilat I kanë ngrit qyshin në kohën e Nuhit alayhis salam. Nga se çto statuja kanë vazhduar dhe janë adhuruar deri kur ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Arabt. Në të Arabt I kanë pas çto njëjta statuja që janë adhuruar në kohën e Nuhit, janë adhuruar edhe në kohën e Arabëve. Në çiki shirk ka vazhduar deri në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu vazhdimisht ka thue pejgamber për me largu çiket shirkun prej popujve, mirë po nuk është largu dhe ka vazhduar, edhe kjo me lufta mes të vërtetës së kotës deri në ditën e Kiametit, mes imanit edhe kufrit. Mirë po fillimi I shirkut ka filluar çështë që ka përmend, domethënë Ibn Abbas rahimahullah, se çish ka dalë shirku. Dhe ka ardhur kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këto kanë qenë në Mekë këto statuja, edhe I kanë thënë muslimanë kur e kanë çliruar Mekën, I kanë thënë që të statujat të cilat janë ndërtuar dhe janë adhuruar prej kohës Nuhit alayhis salam. Fat arsalahu Allahu ila nasin yata'abbadun. Shikoni, është shumë rëndësi. Thot Allah azza wa jall kur e ka thënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka thënë këta njerëz në Mekë, banorët e Mekkës. Këta njerëz kanë pas bën ibadet Allahun. Dhe kanë bën haxhillok, kanë pas haxhin që ne kanë bën në Mekë. Dhe kanë qenë njerëz të cilët kanë dhënë sadaka, lëmosh. Dhe kanë pas përmend Allahun shumë, mirë po problemet ata ka qenë se mes Allahut edhe atyre kanë adhuruar krijesa. Statuja, domethënë këta njerëzit e mirë që ju kanë ndërtuar statuja, që këto me qenë ndërmjetësues për ta te Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është kona e cila I kanë nxjerrë nga dini, nga feja. Dhe kjo është konë shirkut të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkatru, se mes robit dhe Allahut azza wa jall s'ka ndërmjetësues. Allahut ju bën ibadeti drejt për drejti e jo nëpërmes krijesave tjera.
Nëse adhurohet Allahu nëpërmes krijesave tjera, kërkohet tjetër kush me ndërmjetësu te Allahu, siç e kanë për shemb te krishterët, se prifti do të bë faljen, tani prifti me ndërmjetësu te Allahu azza xal. Ose te Isa me ndërmjetësue, ose te idhujtarët, te putat, domethënë te statujat ju lutem, e statujat me ndërmjetësu te Allahu subhanahu wa taala. Kjo me thonë shirku i cili nuk ka dallu, vazhdon me çelën, prej kur është shpikun deri në ditën e Kiametit këtë mënyrë ka me vazhdu. Domethënë është i njëjti shirk, i njëjti kufër, vetëm se mënyrat ndoshta ndallojnë. Edhe kanë thonë se na të statuja që po ja adhurojmë për mu afru te Allahu subhanahu wa taala. Dëgjoni, do të thotë ato kanë besuar në Allahun. Kanë besuar se Allahu është krijuesi i qiellit dhe i tokës. Mirë, po këto statujat kanë thonë që kanë qenë njerëzit mirë këta, na e adhurojnë, ai kemi ndërtuar statujat e tyre, tash i adhurojnë këto statujat, që këto njerëzit e mirë, për shkak vlerën që e kanë pas te Zoti, domethënë kjo më e ka ndërmjetësim mes neve edhe Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është ibadet, ka thonë ma na'budum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa. Na nuk i adhurojnë ata për diçka tjetër, vetëm se më na ofruat te Allahu subhanahu wa taala. Do të kanë dash, njerëz kanë dash xhenet, kanë dash të mirën. Mi po realitet e mira nuk arsjetohet në këtë mënyrë se ka ardhur argumenti, ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja ka thënë se Allahu nuk është i kënaqur me këtë lloj ibadeti jo që keni të bë. Do të thotë nëse njeriu adhuron Allahun në mënyrë gabume, në mënyrën që Allahu nuk e dëshiron prej teje, mos mendos se kënaqësia yte që Allahu më çon i kënaqur tarsjeton. Nga se këto kanë dash me ofru te Allahu, kanë dash me arrit xhennet, mi po kjo nuk i ka arsjetu ata, për ata Allah azza xhela ka thënë pejgamber, mi ka thënë se këtë lloj ibadeti, ju jeni të bëj ibadet. Mi po këtë lloj ibadeti dhe këtë lloj haxhalloku që e bani, dhe këtë lloj lëmoshe që ju e bani, Allahu nuk ja pranon juve. Nëse Allahu nuk është i kënaqur me këtë lloj ibadet, derisa t'ja bani ibadetin atij drejt për drejt i pa ndërmjetësues. Gjithashtu ka pas prej tyre që e kanë bërë ibadet me lekt. Disa prej tyre i kanë bërë ibadet me lekt, disa i kanë bërë statujat, disa i Isa alayhis salam, disa Merjemin, dhe disa njerëzit e mirë. Kështu do të thotë, këto këtë janë shirkë, këtë janë kufër e cilat nxjerrin nga besimi. Ai i cili adhuron statujat, edhe ai i cili adhuron me lekt, edhe ai i cili adhuron njerëzit e mirë, edhe ai i cili adhuron drujt ose diçka tjetër, do të thotë këto njerëz dalin prej fesë dhe shirku është i njëjtë, sikur ai i cili adhuron me lekt, sikur ai i cili adhuron Isaun, sikur ai i cili adhuron putat, është i njëjtë. Prandaj kanë ardhur këtë pejgamber për me heq këtë lloj shirku i cili ka qenë. Faba'atha Allahu Muhammadan, këto njerëzit ishin këtë mënyrë, disa adhuronin melek, disa njerëzit e mirë, dikush Merjemin, dikush Isa alayhis salam, dhe Allah azza xhela çe pejgamberin që mja marabba dhe tjerëve mja riportri fejen, mja tregu ative fejen e Ibrahimit alayhis salam, se feja e Ibrahimit dhe pejgamberëve ka qenë, se ato arabët kanë qenë pasardhës të Ibrahimit dhe kanë menduar se edhe Ibrahimi ka qenë mushrik sikur ata. Ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja bë çartë atyre se Ibrahimi alayhis salam ka qenë pejgamber dhe se ai ka thirrën që këtë tauhid, që këtë njohshmëri, se si me njohshmëru Allahun dhe i ka mohu shirkun të cilën ju jeni duke e bën. Ja ka bë çartë atyre se ofrimi te Allahu azza wa jall është besimi i qartë në Allahun azza wa jall, e jo me ndërmjetësimin e ndonjë meleki as ndonjë pejgamberi. E mos flasim për tjerë. Andaj s'ka ndërmjetësim as me pejgamberin, as me melekt. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njëri sikur se tjerë, vetëm se dallimi mes atij dhe tjerëve është se Allahu e ka nderuar me wahy, me shpallje dhe i ka zbrit libër Kur'anin, më ia mësu njerëzve dinën se çish me adhuru Allahun azza xal, mi po nuk adhurohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra atë është dërguar mi tregu se njerëzit nuk adhurohen, as melekt nuk adhurohen. Dhe kur t'ju bëhet njeriu të qartë se nuk adhurohet pejgamberi, nuk është Zot që adhurohet, as meleku nuk adhurohet, mos flasim më për njerëzit e tjerë, as ata nuk meritojnë adhurimin. Pra mushrikët të cilët ishin në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka qenë njerëz të cilët ka dëshmuar se Allahu është krijues. Allahu ka kriju dhe Allahu është furnizues i vetëm. Nuk ka këtë shok. Ai është i vetmi i cili jep furnizimin njerëzve dhe është i vetmi i cili krijon. Ai është i vetmi i cili ngjall ose ringjall dhe ai është i vetmi i cili vdes njerëzit dhe gjithë krijesat. Dhe çdo gjë është në dorën e tij në qiell ose në tokë. Mirë, po kjo nuk i ka bën muslimanat. Derisa nuk janë kthyer me adhuru vetëm Allahun. Nga se këto fjalë kanë thënë, mirë, po kur ka ardhur puna e adhurimit, e kanë adhuruar edhe tjetër kanë përveç Allahut azza xal. E kanë ardhur pejgambert më thonë se ju këtë besim që e keni se Allahu krijon, se Allahu furnizon, se Allahu i vdes njerëzit, ai është që merr shpirta dhe ai është i cili ja kthen njerëzve shpirta dhe çdo gjë është dorën e tij, kjo është e rregullt me vend. Mi po ibadetin që po ja bani tjetër kujt përveç Allahut, kjo
ju nxjerr prej fejas, ai besimi i parë që keni në vend nuk ju bën dobi, se e keni prish me këtë tjetrën. Dhe argument për këtë është se Allah azza wa jalla thot pyeti mushrik, i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kul men yarzuqukum min as-sama'i wal ardi am man yamliku as-sam'a wal absar, thuj kush ju furnizon prej qiellit, kush e çon shiun dhe prej saj del këtë bereqeti dhe ju ndihua rrezik, thuj ju mushrik, kush e bën këtë, dhe kush e ka në dorë shikimin edhe dëgjimin, në dorën e kujt janë, kush ka mundësi mja marr ju syt, dhe kush është ai i cili ja jap shikimin, ku në dorën e kujt janë veçtë juj, kush ja ka dhënë dëgjimin, dhe kush është ai i cili ka mundësi mja marr, wa man yukhrijul hayya min al-mayyit, dhe kush është ai i cili e nxjerr të gjallin prej të vdekmit. I vdekur nuk ka ekzistuar njeri, pastaj Allah azza xhala ka kriju, pa çën hiç kurrë. Kush është ai i cili pidves, nga se nisan çka se ekziston është i vdek. Prej të vdekmit kush është ai prej të vdekmit që e nxjerr të gjallin, wa yukhrijul mayyita min al-hayy, dhe kush është ai i cili prej të gjallit e nxjerr të vdekmin. Prej të gjallit e nxjerr të vdekmin, wa man yudabbiru al-amra, dhe në dorën e kujt janë këtë çështje. Kanë me thonë mos e fese e kulun Allah, kanë mu përgjigj është krejt Allah, veç ai ka mundësi me bë këtë çështje. Fekul afala tattaqun, atëherë thuju, as po e keni frikë Allahun, që pe adhuroni tjetër kanë përveç Allahut azza xal, pe shoqëroni atë në adhurim, po e besoni krejt se ai e krijon, ai furnizon, në dorën e tij është çdo gjë, edhe në fund pe adhuroni tjetër kanë. Bashkë me Allahun po mendoni se edhe statujat e meritojnë adhurimin, as po keni frikë Allahun që po e bëni këtë lloj shirku. Gjithashtu fjala Allahut, kul liman al-ardu wa man fiha, thuju mushrikëve, e kujt është toka dhe çka ka në ta. In kuntum ta'lamun, nëse jeni çka e dini, se yaquluna lillah, kanë me thon toka dhe krejt çka ka në ta është Allahut. Kul afala tadhakkarun, thuj as po kujtoni, as po mendoni. Kul man rabbus samawati as-sab' wa rabbul arshi al-azim, thuj kush është Zot i 7 qiellave edhe i arshit të madh, se yaquluna lillah, kanë me thon është Allahut. Krejta e ka ndor. Kul afala tattaqun, thuj as po keni frikë Allahun që pa adhuroni tjetër kan. Kul man biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yajaru alayh, thuj në dorën e kujt është këtë sundimi, dhe nga ai s'ka mundsi më mbrojt askush, edhe ai është i cili e mbron kanda. S'ka kush më mbrojt prej tij, s'ka kush i ndihmon dikujt me mbrojt prej Allahut, edhe vetëm Allah është i cili ka mundsi me mbrojt dikant. Thuj kush është ai? In kuntum ta'lamun, nëse jeni çka e dini, se yaquluna lillah, kanë me thonë është Allahut ka kjo. Kul fa anna tusharun, thuj atë pse po ma xheps, pse po ma shtroheni, çka keni që nuk po adhuroni vetëm Allahut. Thot fa idha tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha, pasi ta marrësh vesh ti këtë, se edhe mushrikët pas kanë besuar se Allah është krijues dhe furnizues, dhe se çështjat këtë janë dorën e Allahut. Edhe kjo nuk i ka bën ata me kanë besimtar, në të cilën ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kuptove tauhidin të cilin ata kanë mohuar, është tauhidi, njohëria e Allahut në ibadet. Që kjo është mushrik që se kanë pranuar. Mushrikët e kanë pranuar që ka Zot, e kanë pranuar që në dorën e tij është çdo gjë. Ata s'kan pranuar që veç Allahun me bëj ibadet. Që ta se kanë pranuar. Tjerat këti kanë pranuar. Dhe që kjo i ka bëu mos me kon musliman, nga se kanë pranuar me adhuru tjetër kanë dhe me ndërmjetësu tjetër kosh te Allah azza xal, kanë adhuru tjetër kanë si ndërmjetësues për te Allah azza xal. Prandaj Allah azza wa jall, edhe si që dina se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për këtë shirk i ka luftuar gjithë mushrikët. Kjo ka qenë dallimi mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Edhe me çiketa, kur mushrik nuk ju kanë përgjigjë të saj thirrjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kjo i ka bë që mu bëhet halal gjaku i tyre dhe pasuria e tyre. Dhe i ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe kanë ndodhur gjitha betejat mes pejgamberit edhe mushrikëve. Dhe kjo është shkaku që musliman e ngritin luftën, dhe ndodhin betejat edhe luftrat, nga se kjo është me të sen kanë pejgamber. Dhe nëse nuk ju përgjigjen kësajna, atëherë mes muslimanëve edhe atyre vazhdon përveç nëse ndodh katratat me lufta. Thot Allah azza wa jalla wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Nga se xhamit janë të Allahut azza wa jalla, mos ju lutni të kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Kjo është feja e pejgamberëve. Thot lahu da'watul haqqi, Allahu t'i takon lutja e vërtet. Walladhina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi shay. Ata që lutën tjetër kujt, ata nuk kanë mundësi me u përgjigjen. Statujave që ju lutën njerëzit, ata nuk kanë mundësi me u përgjigj thirrjes atyra apo lutjeve të atyra. Nga kjo do të vërtetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shkaku që ka bë luftën me mushrik, ka qenë që lutja mos më u bë vetëm sa Allahut,
dhe namazi vetëm me kanë për Allahun, kurbani mos më bë vetëm se për Allahun, kërkimi ndihmë më bë vetëm për Allahut. Krejt këto me kanë për Allahun, nga se këtë janë lloje të ibadetit të cilat nuk i takojnë tjetër kujt përveç Allahut subhanahu wa taala. Dhe këto të bëhet e ditur se nëse ti e beson Allahun azza wa jall, se Allahu është i vetëm dhe se ai ka kriju dhe ka furnizuar, kjo nuk të bën ti musliman derisa të thush se vetëm Allahut i takon adhurimi. Do të mi pranu këto të dia që me qenë musliman. A nëse thu se unë e pranoj se Allahu është furnizues dhe Allahu është krijues dhe se çdo gjë në dorën e Allahut, mi po në fund unë i lutem teçes, ose shkoj prej kurbanin te teçja, ose i lut në dënit vdekurit, ose unë i besoj fallxhorit, ose ai ka mundsi filani më prum fëmijë për magjistarëve, dije se mon nuk je musliman, ke dal prej fejes, nga se pejgamberi ka ardhur me prishje që ta ajo çka e thuhet se unë besoj Allahut nuk bën dobi derisa ti nuk beson edhe këta që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se çdo gjë i takon Allahut dhe krejt këto punë kërkojnë vetëm prej Allahut e jo prej tjerëve. Dhe që kjo nishmëri për të cilën na flasim, kjo është kuptimi i fjalës la ilaha illallah, nuk ka të adhurum tjetër përveç Allahut azza wa jall. Nuk e ka kuptimin fjala la ilaha illallah vetëm këtë kuptim pjesërisht të cilën mendojnë njerëzit se nuk ka Zot, nuk ka krijues tjetër përveç Allahut. Mirë po pejgamberi kur i ka thënë fjalën thuni la ilaha illallah, ata e kanë kuptuar se kjo fjala la ilaha illallah ka kuptimin nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut. Andaj nuk e kanë thënë fjalën la ilaha illallah se është dashur me prish këtë shirkun të cilën ata e kanë pas. Nëse fjala la ilaha illallah e ka këtë kuptim, nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut, se sikur ta kishte pas kuptimin nuk ka krijues tjetër përveç Allahut, vetëm këtë kuptim, mushrikët e kishin thënë pa problem, se ato veç kanë besuar këtë çështje se vetëm Allahu azza wa jall është krijues. Po kjo ka kuptimin se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut dhe se çdo lloj ibadeti patjetër do të mja kushtu vetëm Allahut. Çdo lloj ibadeti do të mja kushtu vetëm Allahut azza wa jall. Nëse ju kushtohet, ju drejtohet tjetër kujt, vdel njeriu prej fejes, nuk ka mundësi me qenë musliman. Dhe kuptimi i kësaj fjale apo qëllimi jon nuk është vetëm shprehja. Nuk është qëllimi me thonë njeriu këtë fjalë dhe bëhet musliman, nëse ai nuk vepron me këtë kuptimin e kësaj fjale. Nëse nuk beson kuptimin e kësaj fjale, nuk ka mundësi me qenë musliman. Nëse një krishter thot fjalën la ilaha illallah, pastaj e vepron të kundërtën e kuptimit të kësaj fjale, nuk ka mundësi me qenë musliman. Do të thotë qëllimi është me veprua dhe mu bindën kuptimin e kësaj fjale. Atëherë atë jo musliman, mi po nëse mbet kjo vetëm tekst të cilën e thuhet në gojë dhe nuk vepron me këtë fjalë dhe nuk ju bindesh kësaj fjale dhe vepron vepra që vijnë kundërshtim me kuptimin e kësaj fjale, të s'ke mundësi me qenë musliman. Nga se thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, wal kuffaru al juhal ya'lamuna murad an-nabi sallallahu alaihi wasallam, nga se ignorantat prej mushrikëve, njerëzit ignorantat që kanë jetuar në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, cilët i ka thirr pejgamberi thuni la ilaha illallah, edhe nuk kanë pranuar me thon këtë fjalë, shkaku se e kanë ditë kuptimin e kësaj fjale çka do të thonë. Se do të me prish këtë besimin ata që e kanë. Dhe andaj nuk e kanë pranuar dhe kanë thonë e ja'ala al-alihata ilahan wahida, ai bani kë hynit zotra që na i adhurojna. Këto zotra që i kemi na i bani vetëm një me kanë, vetëm një me adhurue, inna hadha la shay'un ujab. Kjo është një çështje e çuditshme të cilën po thirr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kështu janë përgjigj mushrik. Thot Muhammed ibn Abdul Wahhab, kur ta dish këtë se xahilat, ignorantat e mushrikëve e kanë kuptuar këtë fjalë, është për të çudit çish është ata të cilët pretendojnë se janë musliman nuk ja din kuptimin e kësaj fjale. Është për të çudit xahilat, ignorantat e mushrikëve në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ignorantat prej mushrikëve ja kanë ditë kuptimin e kësaj fjale, tashti njerëz të cilët thojnë nëna musliman e thojnë këtë fjalë edhe nuk ja din kuptimin kësaj fjale, as nuk veprojnë me këtë fjalë edhe në fund thojnë nëna musliman një ai sikur se tjerë. Pastaj thot nuk ka hajër në atë person që mushrikët, burrat prej mushrikëve, ignorantët prej mushrikëve e njohin kuptimin e kësaj fjale më mirë se ai i cili thot musliman edhe nuk e din kuptimin e kësaj fjale. Edhe nuk ka hajër në atë person i cili thot këtë fjalë as nuk ja din kuptimin, as nuk ju bindet kësaj fjale. Nga se mushriki i cili ka qenë ignorant në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja ka ditë këtë kuptimin e kësaj fjale, në ato ai është më i vlefshëm
më shumë ka vlerë se një njeri i cili e thotë unë jam musliman, pastaj nuk ju bindet kësaj fjale, as nuk vepron me kuptimin e kësaj fjale, po vepron me atë që kanë vepruar mushrik në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe në fund thotë prapë unë jam musliman njëri sikur se të tjerë, vetëm se kjo fjalë i ka me tekst në gjuhën e tij, do të nuk ka dallim mes atij dhe mushrikëve, bile kjo është më keq se ata, për shkak se ata e kanë ditë kuptimin e kësaj fjale, ndërsa çfarë hajri ka për atij muslimani që nuk ja din kuptimin e kësaj fjale, as nuk ju bindet, as nuk vepron me kuptimin e kësaj fjale. Nga se shumë prej muslimanëve që thotë që në kohën ai flet për kohën e tij, që do të thotë edhe në këtë kohë është e njëjta, e thojnë këtë fjalë dhe mendojnë se qëllimi i muslimanëve është që njerëzit me shqiptu këtë fjalë, mi thon shkronjat e kësaj fjale dhe kas nuk duhet më tepër për me kon musliman, ndërsa realiteti është e kundërta e kësaj. Nëse thotë e kupton këtë çështje, edhe e kupton se çka shirku, se Allah azza jall ka thënë për këtë lloj shiku, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, se Allah nuk ja fal askujt nëse i bëhet shirk, i shoqërojnë Allahut. Edhe e kupton se dini me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe me të cilën kanë ardhur pejgambert prej te Nuhi alayhis salam, edhe te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është çiki din që të adhurohet vetëm Allahu dhe mos mirë dikush tjetër si ndërmjetësues, atëherë i ke i merr didobi. I ke didobi të cilat do të njohësh që janë dhunti të Allahut azza jall ndaj teje. Dhe duhesh të gëzohesh për ato dhunti. E para, të gëzohesh për këtë dhunti që Allahu ta ka dhënë dhe këtë mëshirë që Allahu ka qenë i mëshirshëm ndaj teje. Nga se ta ka mundsu me kuptu fejen, ta ka mundsu me kuptu se cila ka qenë feja me të cilën ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cilin besim ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj ka thënë Allah, "Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un." Thuaj, me dhuntit e Allahut që ja ka dhënë ju, ajo është feja. Dhe mëshirën e tij që Allah ka pas ndaj ju, me atë le të gëzohen musliman, me çata le të kënaqen. Dhe kjo është më e mirë se ajo që ka bledhen ato nga pasuria. Të gëzohesh me dinin tënd dhe ti fukara, i varfën, është më e mirë se sa ti të gëzohesh me pasurinë që ta ka dhënë Allahu, nga se kjo vlen më shumë se pasuria. Të gëzohesh me besim është më e madhe, feja meriton më gëzu njeriu më tepër se sa pasuria. Gjithashtu, të jepën edhe dobi tjetër. Ajo është që të kesh frikë të madh nga Allahu azza wa jall. Dhe kur ta shish se njeriu ka mundësi me dal prej fejes për një fjalë të cilën e thot nga gjuha e tij, atëra me këtë shka e falem na, ti të bëhet e qartë edhe kthyen një frikë e madhe nga Allahu azza wa jall, edhe kujdesesh mos thush fjalë e cila çet nga feja, thot nga se Allahu azza wa jall nuk arsyeton atë që ishin ignorancë për ignorancën e tij. Kjo është ndrimi Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, kur thot se njeriu në Allah nuk arsyeton për ignorancën e tij. Ka për qëllim një lloj ignorancë, nga se dy lloj ignorancë ka, njëna arsyetohet e njëna jo. Cëllën ka për qëllim Muhammed ibn Abdul Wahhab? Ka për qëllim se njeriu i cili nuk i ka mrri feja dhe ka jetuar me një vend të lartë ku s'ka mrri thirrja e pejgamberëve, as nuk kanë shku muslimanët në atë vend, dhe njerëzit ka jetuar shirk, ky person arsyetohet. Ditën e Kiametit Allah e sprovon nëse s'ka shku thirrja, a ka me besu ajo. Nëse s'beson ditën e Kiametit, hyn xhenem. Nëse beson, shpëton. Që kjo sprovohet, shpëton. Mi po një njeri që ka jetuar në vendin e muslimanëve dhe ka mrri thirrja e pejgamberëve, dhe kjo është prapë ignorant në çështjen e besimit, i bën shirk Allahut azza xal, kjo ka një lloj xehli tjetër, ajo është mos interesimi i tij. Në thotë kjo e bart fajin e vet, për atë ka qëllimi Muhammed ibn Abdul se Allah nuk të arsyeton për këtë ignorancë. Nuk ka mundësi me ardhjani dhe pasi të bëhet të qartë besimi i pejgamberëve me një vend muslimanëve, edhe i bën shirk Allahut azza xal, edhe ai në fund thot unë nuk e kam ditë se kjo çet prej fejes. Ky nuk arsyetohet. Si të arsyetohet ky, do të më arsyetua edhe krishterët, nëse edhe krishterët i bojnë shirk Allahut nga ignoranca, edhe ata nuk e njohin fejen e Allahut azza xal, andaj i bojnë shirk Allahut. Mi po na çka thojmë për ata? Thojmë për ata që janë çafira, nga se ka ardhur besimi në vendin ton. Muslimanët e kanë bërë çfarë që është besimi i feja e Allahut, dhe me qindra vjet këtu është Islami, dhe ata prap adhurojnë Isaun përveç Allahut azza xal, i thojnë nuk keni mundësi ju me kon musliman. E njëjta vazhdon për atë musliman i cili çohet dhe adhuron tjetër kanë përveç Allahut, dhe në fund në musliman thot aski nuk arsyetohet, nga se në këtë vend është shpjeguar se nuk adhurohet tjetër kush përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo ka qenë thirrja e pejgamberëve dhe këtë e kanë ditë edhe
gjithë popujt, edhe populli i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ignorantat në kohën e pejgamberit, andaj ka thënë pejgamberit: "E ja'alta alihata ilahan wahida", ai bën të zotra të cilat na adhurojmë vetëm një Zot. Me kaq për sonte e përfundojmë, inshallah vazhdojna për të njëjtën libër dersën e ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Vazhdina duke vazhduar nga dersi i kaluar, domethënë ne kemi filluar me lexu librin Kashfu Shubuhat të Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Ne kemi lexuar pjesërisht diçka javën e kaluar, vazhdojmë inshallah prapë në atë libri është largimi i dyshimeve. Thot Allahu më shiroft: "Wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala min hikmati lam yab'ath nabiyyan bi hadha at-tawhid illa ja'ala lahu ada." Diyatat sa Allah subhanahu wa ta'ala me urtësinë e tij nuk ka dërguar pejgamber me këtë tauhid, që ne shmërojmë në Allahun subhanahu wa ta'ala vetëm se i ka bën atij armiq. Siç ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn." Ne kështu i kemi bërë çdo pejgamber armiq prej gjinëve dhe prej njerëzve. Yuhi ba'dhuhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura. Inspirojnë njëri tjetrin e ndihmojnë me fjalë të bukura mashtruesa. Pastaj thot: "Wa qad yakunu li a'da'i tauhid ulum kathira." Ka mundësi thot armiqtë e tauhidit me pas shkenca të ndryshme. Wa kutuban wa hujaj, dhe me pas libra dhe argumente me të cilat ju kundërpërgjigjen ahlu tauhidit, itharë të tauhidit që nshmërojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu thot: "Falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum min al-'ilm." Dhe kur ju erdhën atyra pejgambert me argumente të qarta, ata u gëzuan me diturinë që posedonin. Mushrikt u gëzuan me diturinë që e kishin për më kundërvij pejgamberëve. Do të thotë armiqtë e pejgamberëve nuk do të thotë se krejt janë ignorantë, apo ata janë ignorantë në besim, mi po ka mundësi me pas shkenca të ndryshme, dituri të ndryshme me të cilat ju kundërpërgjigjen apo ju kundërvijen pejgamberëve dhe thirrës pejgamberëve dhe i tharëve ose pasuesve të pejgamberëve. Wa idha arafta dhalik, dhe kur ta kuptosh këtë, wa arafta anna tariq Allah la budda lahu min a'da, kur ta kuptosh këtë se ka armiq që ju kundërvijen islamit edhe para vetes kanë dituri apo shkenca të ndryshme me të cilat ju kundërvijen besimtarëve, dhe e merr vesh edhe e kupton se kjo rrugë të cilën e ndjekin besimtarët patjetër duhet të ketë armik të cilët i qëndrojnë qaidina alej, i qëndrojnë në rrugë në prit ahlu fasahatin wa hilmin wa hujaj, dhe njerëz të gjuhës dhe të fjalës dhe argumenteve. Fal wajib alejka an ta'lam min dinillah, atëherë të bëhet i obligim me njoh për fejes Allahut, ma yasiru silahan, ku të bëhet i armë për mjë kundërpërgjigje atyre. Laka tuqatil biha ulai shayatin, dhe me këtë dituri që të merr e që të bëhet i obligim me pas me vete, nga se të dalin pritar me çta Allahut me diturit e veta që i kanë, atëherë ti dosh me pas këtë dituri tauhidit, besimit me vete, e cila të bëhet i armë me të cilën do t'i luftosh këta shejtana, alladhina qala imamuhum, për të cilat tha i prisi i tyra, wa muqaddimuhum, dhe i pari i tyra, në të Iblisi alayhi lanatullah. Iblisi ka thënë: "La aq'udanna lahum siratakal mustaqim", i tha Allah subhanahu wa taala, do t'ju dal në prit në rrugën e drejtë besimtarëve, thumma la atiyannahum min bayni aydihim, pastaj do t'ju vi atyra nga djathta e tyra, wa min khalfihim, dhe nga brapa, wa an aymanihim, wa an shama'ilihim, dhe do t'ju vi prej para dhe nga ana e djathtë dhe nga ana e majtë dhe prej mbrapa, wala tajidu aktharahum shakirin, dhe shumicën prej njerëzve nuk do t'i gjejsh që do të falenderojnë ty. Walakin idha aqbalta ala Allah, mirë po ti nëse kthehesh te Allahu azza wa jall, wa asghayta ila hujjajillahi wa bayyinatihi, nëse kthehesh te Allahu edhe i marr argumentet e Allahut azza wa jall që i ka zbrit nga libri i tij dhe qartësitë e tij, fala takhaf, atëherë mos ke frikë, inna kayda shaytani kana dha'ifa, nga se dredhia dhe kurtha e shejtanit është e dobët para teje nëse ti i ke marrë këtë përgatitje do të jep pajis me diturinë e tauhidit. Falami min al-muwahhidin, se njeri i thjesht për besimtarëve që njëshmëron Allahun azza wa jall, yaglibul alfa min ulama'i haula al-mushrikin, i fiton 1000 prej dietarëve apo shkencëtarëve mushrikëve në çështën e besimit.
Kama qala ta'ala, siç ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, wa inna jundana lahumul ghalibun, se vërtet ushtria e jon ata janë që fitojnë. Në të ushtria e Allahut azza wajal janë besimtar, me diturinë që ka zbrit Allahu azza wajal me besim, i muin të gjithë dietarët e mushrikëve të cilët thirrën në shirk dhe në kufër, me diturinë besimtari i thjesht i muin 1000 prej tyre. Fa jundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan. Pra ushtria e Allahut janë ata të cilët fitojnë me argumente dhe gjuhë, kama annahum al-ghalibun bis-sayf was-sinan, siç janë edhe fitues në luftë me shpatë edhe me shtiza. Wa innama al-khawfu 'ala al-muwahhid, mi po frika është për atë besimtar alladhi yasluku at-tariq wa laysa ma'ahu silah, është frika është qëndron për atë besimtar i cili mendon me ndjekjet rrugë, mi po me vete nuk e ka armën, do thotë nuk e ka diturinë e tauhidit. Wa qad manna Allahu alayna bi kitabih, ndërsa Allah subhanahu wa ta'ala ka tregu mirësi ndaj neve kur na ka dhënë këtë libër, do të librin e Allahut, Kur'anin, alladhi ja'alahu tibyanan li kulli shay, që ka bërë çarsim për çdo gjë, wa huda, dhe ka bërë udhëzim, wa rahma dhe mëshirë, wa bushra lil muslimin, dhe përgëzim për besimtar, për musliman. Fala yati sahibu batilin bi hujja illa wa fil Qur'ani ma yunqidhuha wa yubayyin butlanaha. Dhe nuk ka mundësi që të vjen ndonjë i thar i të kotës me ndonjë argument, vetëm se Kur'ani vjen me argumente më të forta që ja prish atyra argumentimin dhe diturinë që i kanë, edhe bën qartë humbjen apo kocin argumente të tjera. Thot Allahu, wala ya'tunaka bi mathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana ta'wila. Nuk ka mundësi ata me të arti me ndonjë argument apo me diçka të ngjashme, vetëm se Allahu azza wa jalla vjen me ti me të vërtetën dhe me argumente më të qarta dhe më të mira. Thonë ulemat se kjo ajet është në çdo argument, se Kur'ani është më i fortë gjithmonë kur vjen mushrik me ndonjë argument në besimin e tyre, Kur'ani vjen me argumente më të forta që ja prish gjitha argumentet atyra. Wa ana adhkuru laka ashya, thot unë ti do t'i përmendi disa çështje nga ajo që i ka përmendur Allahu subhanahu wa ta'ala si përgjigje, si kundërpërgjigje mushrikëve të kohës tonë, do të flet për kohën e vet Muhammed ibn Abdul Wahhab, për njerëzit të cilët e kanë humbur rrugën dhe ka dalë shirk pa vëdia, dhe pastaj janë mundu me argumentu veten e tyre me veprat që i kanë bërë. Në të kanë qenë për njerëzve të cilët janë kthy ka varrët dhe i kanë bëj ibadet varrët dhe kanë thërr qurbana varrëve, do të kanë bërë shirkun, e pastaj Muhammed ibn Abdul Wahhab kur është kundër tyre, thot po ti përmendi ti disa çështje me të cilat ata janë mundu me argumentu se çish ju përgjigjesh. Thot fenakulu gjawaba lil batili min tariqaini, përgjigja e tharëve të kotës është në dy mënyra, në dy rrugë, mujmalun wa mufassal, i përgjithshëm dhe i detajshëm. E sa i takon asaj i përgjithshëm përgjigjes përgjithshme, është e dobishme dhe ka dobi të madhe në ta kush e mendon dhe kupton. Që thot Allahu azza wa jall, huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab. Sa Allahu subhanahu wa ta'ala thot, ne ta kemi zbriti o Muhammed librin dhe në ta ka argumente të qarta, wa ukharu mutashabihat, dhe ka argumente ajete të cilat kanë më tepër se një kuptim. Fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' alfitnati wa ibtigha' ta'wilih. Ata që në zemrat e tyre kanë smundje, i kërkojnë ato ajete të cilat kanë mundësi me shpjegu që ç'dojnë ata. Në ka dy lloj ajetesh në Kur'an, ajete të qarta të cilat s'ka mundësi ti me dhon kuptim gabushëm, dhe ka ajete të cilat ti mundesh me dash të keqen me bajt në kuptim gabushëm. Mi po nëse i merr që to shakan më tepër se një kuptim, edhe i kthen në ajetet e qarta, të bën ti e qartë se çka ka për qëllim Allahu azza wa jalla në ato ajete ku nuk është e prerë çështja, po ka fjala më tepër se një kuptim. E thot Allahu azza wa jalla se ata që kanë zemrat e tyre smundje, i lipin që të ajete ku kanë mundësi ata mi shpjegu që ç'dojnë vet. Wa ibtigha' ta'wil wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, dërsa kuptimin e tyre dhe vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala dhe dietar. Siç ka ardhur në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha ra'aytumul ladhina yattabi'una ma tashabaha min, kur të shihni ata të cilët i ndjekin çto ajete të cilat kanë më tepër se një kuptim, fa ulaika alladhina samma Allahu fahdharuhum, ata janë të cilat Allahu i ka përmend këtë ajet, ata i ka për qëllim, keni kujdes për tyra. Si shembull thonë disa prej mushrikëve, fjala Allahu azza wa jall, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Sa mista Allahu, kështu thot Allahu azza wa jall,
përmes të Allahut nuk ka frikë askan për çka të mërziten. Ose të thojnë ndërmjetësimi është hak, dhe se pejgambert kanë merita të Allahu Azza wa Jall, dhe përmendin ndonjë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila ka mundësi me pas më tepër se një kuptim, ata e shpjegojnë çish dojnë ata, ku ti nuk të shte qartë çështja. Atëherë thot përgjigju dhe thuj se Allahu Azza wa Jall ka përmend librin e tij se ata të cilët kanë në zemrat e tyre smundje i ndjekin çto argumente të cilat bartin më shumë se një kuptim. Atëherë thuj atyre se fjala atyre që ato pruni shembull që më kanë më të qartë se disa që të adhurojnë pejgamberin ose disa që adhurojnë njerëzit e mirë edhe i presin kurban për më afru, ose lipin ndërmjetësim prej pejgamberit apo njerëzit mirë që kanë vdek te Allahu Azza wa Jalla, që ata me ndërmjetësu te Allahu, e thënë, argumentojnë me qësi ajete i cila ka më tepër se një kuptim se e miqtë e Allahut nuk ka frikë për ta, s'kan çka mu mërzit. Kjo s'ka të bëjë me këtë çështjen e ndërmjetësimit. Allahu Azza wa Jalla flet këtë ajet se vërtet besimtarët që janë miqtë e Allahut Azza wa Jalla s'kan për çka mu mërzit te Allahu Azza wa Jalla ditën e Kiametit. Allah do t'ia humb frikën, do të jenë sigurt dhe s'kan për çka mu mërzit, se janë mërzitin këtë botë edhe janë friksuar këtë botë, Allahu ja largon frikën edhe mërzin. Mi po kjo nuk është argument për me ndërmjetësu, mi marr miq të Allahut si ndërmjetësues të Allahu Azza wa Jall, nga se besimtarët nuk kanë nevojë për ndërmjetësues, ata i lutën Allahut Azza wa Jall drejt për drejt. Mi po disa prej njerëzve që kanë humbur rrugën e të cilët pretendojnë se janë musliman, kur mundohen me argumentuar shirkin e tyre çka e bajnë, mundohen me argumentu me çësi ajete të cilat nuk e kanë atë kuptim, mi po ata e bartin kuptim të gabueshëm. Atëherë thuj, nëse të mundohet në këtë mënyrë dhe thonë se ndërmjetësimi është hak, vërtet ndërmjetësimi është hak, ditën e Kiametit ka me ndërmjetësue, dhe është hak, mi po nuk e ka fjalën ajeti për ndërmjetësimin e kësaj bote që pas vdekjes pejgamberi me ndërmjetësu për ty me shkutit e vorri atij edhe me thonën o Zot, po ndërmjetësoj tek ti pejgamberin që ti më dhon këtë çështje dhe këtë çështje. Ajeti nuk e ka këtë kuptim. Ndërmjetësimi flet ajeti, flasin ajetet për ditën e Kiametit se pejgamberi ka ndërmjetësu për besimtarët. E nuk e ka për këtë. Ai thotë ndërmjetësimi është hak. E si të është ndërmjetësimi hak, do me thonë se edhe në këtë botën e kam drejt me ndërmjetësu pejgamberi për më e lutë Allahut me ndërmjetësu pejgamberit për mua, qysh në këtë botë, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vdekur, ndërsa kjo nuk ka bazë. Atëherë thot përmendja atyre se ata të cilët kanë smundje në zemrat e tyre i ndjekin argumentet që kanë më tepër se një kuptim e i lojnë ata argumentet të cilët janë të qarta. Dhe përmendja ata që mushrikt i kanë besue Allahut Azza wa Jall se ai është krijues, se ai është furnizues, se ai ngjall, i vdek krijesat, i kanë besu këtë, megjithatë kanë bë kufër për shkak se i kanë lidh zemrat e tyre për melekt dhe pejgambert dhe mes të Allahut Azza wa Jall. Kur i kanë lidh zemrat e tyre dhe i kanë marrë melekt si ndërmjetësues, dhe kur i kanë marrën melaçet si ndërmjetësues, edhe miqt, njerëzit e mirë si ndërmjetësues, në këtë mënyrë kanë humbur dalalet. Të përmendja këtë. Dhe çka kanë thonë? Ka thonë haula shufa'auna 'inda Allah. Kanë thonë se këto të cilët na pjadhurojnë prej melekëve dhe pejgamberëve dhe njerëzit e mirë, këta janë ndërmjetësues tonë të Allahu subhanahu wa taala. Të përmendja këtë dhe thuaj se edhe ti po lip ndërmjetësues, sikur ata që kanë lip pejgamber me qenë ndërmjetësues pas vdekjes tyre, ose për miqt njerëzit e mirë pas vdekjes me qenë ndërmjetësues të Allahu, apo me laçet me kanë ndërmjetësues të Allahu, edhe ti tu kërku ashtu me bë. Shirku është i njëjtë me shirkun e mushrikëve. Hadha amrun muhkam. Të thuj kjo është argument i qartë, bejin i qartë, la yaqdir ahadun an yughayyira ma'nahu, s'ka kërkosh mundësi me ndryshu kuptimin. Wa ma dhakartu li ayyuha al-mushrik min al-Quran, atë që po ma përmend ti o ti mushrik nga Kur'ani, au min kalami Rasulillah, apo nga fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'nahu. Thuj nuk e di kuptimin e kësaj që të thon ti. Pasi të përmend ajet i cili është i përgjithshëm, nuk është i qartë. Unë thuj nuk e kuptoj këtë që të thon ti, walakin aqta kalam Allah, mi po thuj se unë jam i prerë, i bindur me një çështje se fjala e Allahut Azza wa Jall nuk vjen kundërshtim me fjalën tjetër. Ose fjala e Allahut nuk vjen kundërshtim me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është përgjigje thot e qartë dhe e drejtë dhe është e mjaftueshme me ia dhënë aty në këtë përgjigje të përgjithshme atyre të cilët i bojnë shirk Allahut Azza wa Jall. Pra, walakin la afhamu illa man waffaqahu Allah. Mirë po këtë nuk e kupton përveç se ai të cilën Allahu Azza wa Jall e ka mbarsu, e ka drejtuar këtë rrugën e drejtë, wa fala tastahin, të mos e nënçmo
çështjet apo diturinë që apo e shpjegojmë, fe innahu kama qala ta'ala, se është puna sikur çka thon Allahu, wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin adhim, se këta nuk e marrën, nuk ju jepet kjo përveç atij i cili ka dorim, dhe nuk e marr këtë përveç sa ai i cili ka fat të madh, do të thotë caktimin e madh që Allah azza wa jalla ka caktuar po ka dhënë ti të madhe për Allah. Ndërsa argumenti në detaje, përgjigjet detaje atyre që do të më dham, nga se armista Allah të kanë argumente e kundërshtimet shumëta dinit pejgamberëve. Edhe ata mundohen me ju kundërpërgjigj fesë pejgamberëve. Dhe mundohen me argumentet e tyre mi pengu njerëzit nga pejgamber apo nga ndjekja e pejgamberëve. Prej saj është fjala e tyre thonë, nahnu la nushriku billahi bal nashhad annahu la yakhluq, thonë na nuk I bojna shirk Allahut. Thonë na dëshmojmë se nuk ka krijues dhe nuk ka furnizues dhe nuk ka fron dobin dhe nuk e bën damin askush të keq që nuk mundet më ardh vetëm se këtë e bën vetëm Allahu azza wa jall, I cili nuk ka shok dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndor asgjë, as nuk ka mundësi me të punu dobin, as nuk ka mundësi me të badam. Mos flasim për Abdul Qadir al-Jilani, domethënë disa dervisha të cilët e bojnë ibadet Abdul Qadir al-Jilani e të tjerë. Mi po thonë nahnu ana mudhnibun, mi po thot unë thot jam mëkatar dhe njerëzit e mirë kanë meritat e Allahu. Aleikum selam. Unë I lipi Allahut me mdhan për hir të atyve. Keni kujdes? Të thonë e besoj që Allahu është furnizues, Allahu është krijues, Allahu e bën damin dhe dobin. Mi po në kur ti lutem Allahut I tham o Zot për hir pejgamberit, jepëm këtë. O Zot, për hir filanit, pi burrave të mirë muslimane që kanë dek, ma jep këtë. Edhe këtë thot nga se këta kanë meritat e Allahu subhanahu wa taala. Atëherë thot përgjigjo me atë që e tha më herët, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët I ka luftuar në kohën e tij, kanë qenë njerëz të cilët e kanë pranuar që tash ka të thonë ti. Do të njerëz kemi përmend ajetet, wala in sa'altum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah, nëse pyet mos kush e ka kriju qiellin dhe tokën, kanë thënë Allahu azza wa jall. Amman yamliku as-sam'a wal absar, edhe nëse pyet kush I ka dorën e kujt janë shikimi dhe dëgjimi, kanë thënë prap Allahu subhanahu wa taala, do thotë edhe mushrik në kohën e pejgamberit e kanë besuar këtë. Mos thuaj se unë nuk jam të bëj shirk Allahut, shirku I mushrikëve është gati I ngjashëm me tonin çka këto e bën. Të përgjigju ashtu siç e kemi përmendur më herët se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mushrikët që I ka luftuar kanë qenë njerëz të cilët kanë besuar se Allahu krijon, Allahu furnizon, Allahu I ringjall njerëzit, Allahu azza wa jall e bën jetën, I jep shpirtin njerëzve dhe Allahu është që ja merr shpirtin njerëzve. Wa mukirruna an awthanahum la tudabbiru shay'a, dhe kanë pranuar se putat të cilët I bojnë ibadet nuk kanë asgjë dorë. Wa inma aradu al-jaha wa shafa'a, mirë po e kanë dashur atë meritën e putave, se putat janë ngrit, që kemi thënë fillimi shirku ka qenë për njerëzit e mirë që kanë vdek. Do të thotë për vlerën që kanë pas ata njerëzit e mirë të Allahu dhe ndërmjetësimin e tyre e kanë kërkuar. Waqra alayhi ma dhakarahu Allahu fi kitabihi wa waddahahu, dhe thot lexojnë nga libri I Allahut azza wa jall atë që ka qartësuar. Fa in qala haula ayat nazalat fi man ya'buduna al-asnam, nëse thot se këto ajete që po mi lexon ti kanë zbrit për ata të cilët I kanë bërë ibadet putat. Kefe të gjalune salihin e mitël asnam, që shi bani ju njerëzit e mirë, nëse të thot, që shi bani ju njerëzit e mirë, njahit cukur se putat, idhujt, statujat. Am kefe të gjalune l'ambija asnama, apo që shi bani pejgamber puta, statuja, të gjawibhu bima të kaddem, atër të përgjigjo nga jetë që na e pëtham më harët, fe innehu idha akarran al-kufar yashhaduna bi rububiyya, atër nëse e pranon ai, që shpëthojmë ne, se mushrikt në kohën e pejgamberit e kanë pranuar se Allahu është krijues dhe furnizues dhe jep jetën dhe ja merr jetën njerëzve, domethënë ja vjen vdekjen, kulluha lillahi, dhe këto I takojnë Allahut, wa annahum ma aradu mimman qasadu illa shafa'a, dhe kur ta pranon se mushrik vërtet nga statujat nuk kanë pas për qëllim vetëm se ndërmjetësimin e tyre te Allahu, walakin idha arada an yufarriq bayna fi'lin wa fi'lin bima dhakar, nëse don me bodallim thot mes punës ti çka e bën ku merr pejgambert dhe njerëzit e mirë si ndërmjetësues dhe do me dallu mes kësaj vepre dhe veprat që kanë bërë mushrik, atëherë thot fadhkur lahu an al-kufar, atëherë përmendja thuj atyre se kafirat të cilët I kanë bërë ibadet statujat, ka pas për tyre që I kanë bërë ibadet statujat dhe ka pas për tyre që U kanë lut njerëzve të mirë, dhe Allahu thot për ta se kanë thënë ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihim al-wasila ayyum aqraba, ata janë të cilët I luten dhe kërkojnë ndërmjetësim te Zoti I tyre. Do të thotë luten dhe kërkojnë ndërmjetësim prej statujave dhe njerëzve të mirë që kanë vdekur te Allah. Wa yad'una Isa ibn Maryam wa umma, dhe përmendja atyre se të krishterët
e thirrin dhe kërkojnë ndërmjetësimin e Isaut dhe nanës tij. Wa qad qala ta'ala, ndërsa Allahu i shpërgjigj atyre dhe u ka thënë: "Mal Masihu ibn Maryama illa rasul", se Mesihu i biri Meriemës, Isa biri Meriemës nuk është vetëm se i dërguari i Allahut, qad khalat min qablihi ar-rusul, dhe para tij kanë kalu pejgamber, wa ummuhu siddiqa, dhe nana e tij e sinqert, kana yakulani at-ta'am, ka qenë prej krijesave të Allahut, edhe ata janë kanë hëngër sikur hani jo. Undur kayfa nubayyinuhum, domethënë Allah zë ka përmend një cilësi prej cilësive të njerëzve, se Isa edhe nana e tij kanë ngrënë njëjtë sikur njerëzit. E ka dashur ka thënë se me pas qenë Zot ata s'kishin pas nevojë për ushqim. Selam aleikum. Undur kayfa nubayyinu lahum al-ayat, pra shënë se çysh na ja shpjegojmë atyre argumentet e qarta. Thumma anzur anna yufakun, pastaj shikoj këshirët se si ata nuk mendojnë. Kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra, thuja pa adhuroni tjetër kanë përveç Allahut që nuk ka mundësi ju punu dëm, wala naf'a azdobi, wallahu as-sami'ul alim, ndërsa Allahu dëgjon dhe sheh çdo gjë. Wadhkur lahu qawluhu ta'ala, dhe përmendja atyre fjalën e Allahut, wa yawma yuhsharuhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati, se ditën e kiametit kur Allah do t'i rëngjall të gjithë, ju thot melekëve: "A haula iyyakum kanu ya'budun?" A ju kanë pas bë ibadet njerëzit? Qalu subhanaka anta waliyuna, thënë melekët: "O Zot, ti qofsh i lartë, ti je miku i hun, min dunihim, këta nuk janë miqtë tonë, bel kanu ya'budun al-janna, po i kanë pas bë ibadet gjend, aktharuhum bi mu'minun, shumica e tyre kanë besuar në gjend dhe i kanë bë ibadet." Po ashtu përmendja fjalën e Allahut: "Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryama anta qulta lin-nasi ittakhaduni wa ummi ilahaini", thuaj se kur Allahu thot, kur do t'i thot Isaut birit Meriemës, ati ju ke thonë njerëzve merrumni mua dhe nënën time për zotra përveç Allahut. Qala subhanaka ma yakunu li, thot Isa alayhis salam: "O Zot, qofshi lartë, nuk më takon mua an aqula ma laysa li bihaq", ata që nuk e kam drejt me thon. "In kuntu qultuhu faqad alimta", nëse kam thon e din o Zot se çfarë kam thon. "Ta'lamu ma fi nafsi", ti e din se çfarë ka në veten time, "wala a'lamu ma fi nafsik", ndërsa nuk e di çfarë ka në veten tënde, "innaka anta allamul ghuyub", nga se ti din çdo gjë nga e fshehta. Wa qul lahu arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam, nga kjo thot bëhet e qartë i thua atij se Allahu azza wa jall i ka bërë qafira ata të cilët janë drejtuar putave, gjithashtu i ka bërë qafira ata të cilët janë drejtuar njerëzve të mirë dhe i ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Gjani do të thotë këtë çka flet se tashti Muhammed ibn Abdul Wahhab nga se në kohën e tij janë paraqit të na që i thojnë dervishat. Në atë kohë janë bërë shumë tyrbe dhe ngrit vorrat dhe kanë prej njerëzit kurbana të vorrat dhe kanë shku i kanë bërë tavaf vorrat dhe kanë kërkuar te Allahu ndërmjetësim, do të thotë kanë shku te vorrat e sahabeve, kanë kërkuar ndërmjetësim te vorri pejgamberit, kanë kërkuar ndërmjetësim, i kanë prej gur të vorrave dhe kanë kërkuar bereqet prej gurve të vorrave. Do të thotë kanë bërë lloje të shirkut, të cilat janë prej shirkut e që ata nuk i kanë llogarit. E tash te kjo do më u përgjigj atyre se kur i kanë thënë ke flet tash për shirkun asaj kohe që është dalë që ka ende në për shumë vendet muslimanëve ndodhe njëjti shirk, edhe janë për njerëzve që e falin namazin, mi po i bojnë këtë lloj të shirkut. E kur ti thuat atyre pse po i bani këtë shirk, thonë nuk është shirk, nga se na besojnë që Allah është krijues, Allah është furnizues, Allah jep, Allah merr. Do të thotë këtë këta e besojnë edhe mendojnë se që kjo është besim, vetëm që kjo është besim. Në realitet nuk është vetëm kjo besim, derisa nuk mirët ndërmjetësues. E nëse duhet ja përmend ndalni se edhe mushrik kanë marrë ndërmjetësues. Edhe ka thonë haula shufa'auna inda Allah, këta janë ndërmjetësuesit tonë te Allahu azza wa jall. Thot ata kanë më thonë ti, po na nuk ina sikur mushrik, apo na krahason neve sikur ata të cilët ju kanë drejtuar statujave. Ata ti thua se ata nuk kanë qenë vetëm statujave që u kanë drejtuar, dhe statujat që i kanë ngritur në vendet edhe në mejliset ku kanë bëj ibadet njerëzit e mirë. Do të thotë origjina e shirkut ka qenë prej kohës Nuhit alayhis salam, kur i ka mësuar shejtani ç'ish me bë. Fillimisht statuja është bë për me kujtuar se çish janë kanë njerëzit e mirë që kanë bëj ibadet. Domethënë emrat e zotrave në kohën e Nuhit alayhis salam kanë qenë emrat njerëzve të mirë që kanë ndek më herët, e që njerëzit ju kanë ndërtuar statuja, pastaj më kohë ka dalën dhe i kanë kërkuar ndërmjetësim te Allah. Do të thotë ai nuk dallon prej juve, nga se jeni të shku të vorri, ndërsa ata kanë shku të statuja, edhe kanë kërkuar prej statujave ndërmjetësim, pse statujat kanë qenë emrat e njerëzve të cilët kanë vdekur më herët dhe kanë qenë njerëz besimtarë që kanë adhuruar Allahun azza wa jalla. Pastaj thuaj se nuk kanë qenë këtë njerëzit të cilët mushrik që i ka luftuar pejgamberin, nuk kanë qenë këtë të cilët i kanë adhuruar statujat apo ju kanë drejtuar statujave, por ka pas prej tyre të cilët janë drejtuar me legëve. Disa ju kanë drejtuar njerëzve të mirë, disa ju kanë drejtuar pejgamberëve. Këtë këtë lloj
njerëzi të cilët kanë kërkuar ndërmjetësim prej këtyre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka llogaritje musliman. Edhe pse kanë besuar që Allahu ngjall, Allahu është krijues, Allahu është furnizues, Allahu jep jetën dhe Allahu është ai i cili e merr shpirtin e njerëzve, edhe pse kanë besuar në këtë, megjithatë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftuar derisa nuk janë dalë nga ky lloj ndërmjetësimi që ata e kanë marrë. Ata derisa nuk i kanë nën këto zotra, nga se të marrësh dikant tjetër ndërmjetësues te Allahu azza wa jall, atëra është prej llojeve të shirkut që do të besimtari më u largu se del prej dinit. E ke i flet muslimanit se në rast se ti gjejnë apo takohesh me kësi lloj njerëzish, monirën se si që ju përgjigjesh atyra, për shkak se ka prej tyre të cilët besojnë se hoxha i tij të cilën ai adhuron apo shehi i tij që ai e ndëgjon, është njëri i cili e din edhe të fshahtën diturinë e fshahtë dhe i beson sukur me kanë ai pejgamber. Kur ti flet ai diçka dhe mendon se ai ka lidhje drejt për drejt me Allahun subhanahu wa taala, derisa prej tyre ka njerëz të cilët thonë jemi musliman, edhe kur të ulen me bë ibadet e marrin fotografinë hoxhës tyra të shehit që e kanë, edhe e marrin e shikojnë, edhe kërkojnë ndërmjetësim mes atina hoxhës tyra, domethënë duke mbajtur fotografinë për atij dhe kërkojnë që ai me ndërmjetësue te Allahu subhanahu wa taala që më pranu lutja këtina apo Allahu më dhuru diçka që ai e kërkon. Në do të është e njëjti shirk të cilën e kanë bërë mushrik, vetëm se këta mendojnë se mushrik kanë qenë njerëz të cilët e kanë adhuruar statujat e na nuk kemi të adhuruar, se na thojnë se keq ka vjen prej Allahut, mirë po këtë vetë që kemi ndërmjetësues. Do t'ju përgjigjesh se edhe mushrikët e kanë ditë që keq vjen prej Allahut, mirë po i kanë marrë statujat ndërmjetësues dhe për këtë kanë dalë prej fesë. Në të e njëjta. Gjithashtu mëson që ata kur përgjigjen me argumente të përgjithshme të cilat kanë mundësi më bart më shumë se një kuptim. Do të shoh që i ka përmendur Allahu në Kur'an ajete të qarta, të cilat kanë vetëm një kuptim, edhe fjalë ajete të cilat kanë më tepër se një kuptim. Për me ditë se çfarë ka ai ajeti i cili ka më tepër se një kuptim, për me ditë se çfarë ka kuptimin, do të më kthin ajetet që janë qarta që kanë veç një kuptim, edhe ti e merr vesh se ky ajet, do të thotë ajeti Kur'ani shpjegohet me Kur'an. Argumentet ajetet që kanë më tepër se një kuptim, kthehen në ajetet që kanë një kuptim, edhe e kupton se çka ka pas për qëllim Allahu subhanahu wa taala. Për mi nxjerr njerëzit nga rruga e drejtë, mundohen gjitha ato vepra që ato i veprojnë, mu argumentu me argumentet e përgjithshme që kanë më tepër se një kuptim, e të cilat thirrën mutashabe. Ndërsa thotë ti ki ajetet e qarta, të cilat e mohojnë dhe e luftojnë ndërmjetësimin dhe shirkun, thotë ti argumentosh me ato argumentet e qarta dhe i thua se s'ka mundësi, unë e di një send, domethënë kur je përgjigje e përgjithshme, se unë e di një send se ajeti nuk vjen kundërshtim ajetin tjetër, as fjala e Allahut me fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këto janë ajete të qarta, të cilat e mohojnë ndërmjetësimin dhe nuk i lejojnë besimtarit me kërkuar ndërmjetësim prej tjetër kujt Allahu subhanahu wa taala. Dhe me këtë thot ja prish këtë argumente të cilat ai mundohet me u argumentua dhe me. Bashkë kjo është rregull. Nëse mirën argumentet e qarta që kanë vetëm një kuptim dhe kthehen te argumentet të cilat kanë më tepër se një kuptim, s'ka mundësi me pas përgjigje të decid ose përgjigje të prem në çështjet e fesë. Bëhet puna lamsh. Për ata ajetet e qarta janë shpjeguese apo shpjegojnë argumentet që kanë më tepër se një kuptim, dhe kjo është rregull të dietar, që çdo argument, çdo ajet i cili ka më tepër se një kuptim, kthehet te argumenti i cili ka vetëm një kuptim. Për shembull Allahu azza wa jalla thot inna nahnu nazzalna dhikra, vërtet ne e kemi zbrit Kur'anin. Që kjo fjala ne ka kuptimin shumës, a ka mundësi me pas më tepër se një kuptim? Ka kuptimin një, e ki qartë, se nga se gjuhën arabe gjithashtu e ka, sikur në gjuhët e tjera, kur dushte me tregue mos me zbrit veten ose ata të cilët doin me lavdru veten e tyre ose me ngrit veten para tyre, nuk thojnë one, po thojnë ne. Gjithashtu në gjuhën arabe i thojnë kjo inna ne, si lavdrat Allah azza wa jall kur flet për veten, për me madhru veten e tij dhe me lavdru veten e tij, thot ne. Mi po ka mundësi dikush me ardh me thonë se edhe jo, edhe Kur'ani flet se ka më tepër se një Zot. Pse ku be ditë thot që ka thonë fjalën ne, ndërsa kjo ka kuptimin një, po ka kuptimin edhe më shumë se një. Do të thotë se fjala ne e merr dy kuptime. Një edhe ka kuptimin 2, 3 ose më tepër. Edhe çish do të më përgjigj, ngadal, se kjo ajet ka më tepër se një kuptim. Kjo do të më kthin ata jetat se let ka vetëm një kuptim. Ku Allah thot për shembull kul huwallahu ahad, thuaj Allahu është i vetëm një.
Dhe kështu ju përgjigjesh, do të thotë me argumentet e qarta, ju përgjigjesh atyre të cilët marrin argumentet ajetet që kanë më tepër se një kuptim, dhe kjo është rregull nëse do ndikosh për shembull e kuptue Kur'anin, ju duhet. Ndërsa ata të cilët kanë smundje në zemrat e tyre për me të nxjerrë nga rruga e drejtë, e marrin çto ajete të cilët kanë më tepër kuptim, e çet ajetin edhe pastaj e shpjegon çish don ai, duke mos e kthy në argumentet e qarta. Duke mos e kthy në argumentet e qarta, edhe i nxjerrin njerëzit nga rruga e drejtë, ti thua se mu mjafton argumenti i qartë, ndërsa ajo të cilën ti po e përmend për argumenteve të cilat kanë më tepër se një kuptim, kjo flet se ti ke zemrën e smur, jeti i ndjek çish ka thënë Allahu argumente që kanë më tepër se një kuptim, dhe ti lën argumentet e qarta të cilat na ka folë Allahu subhanahu wa taala dhe ka mohu shirkun dhe ndërmjetësimin që ja kanë bën mushrik, pra as neve nuk na takon ndërmjetësimi me kërkuar ndërmjetësim për të rukujt Allahu subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Në për librave të fundit që kemi qenë duke lexuar është Kashfu Shubuhat Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dhe kemi lexuar pjesërisht na ka mbetë edhe diçka. Se kemi thonë më herët se Muhammed ibn Abdul Wahhab gjitha shkrimet të cilat i ka bërë rreth besimet. Nëse në kohën e tij ka qenë problem çështja e besimit, shumë njerëz kanë bërë lloje të ibadetit të cilat janë shirk, kufër, nxirrin nga feja, ndërsa ata kanë llogarit që është për ibadetet të cilat janë për Islamit dhe lejohen. E këta që ka bërë Kashfu Shubuhat librin largimi i dyshimeve, e ka bërë në formë polemikës. Tash kemi arritë fjala thot nëse të thot ai atunkiru shafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nëse ka disa për njerëz që bëjnë ibadet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke mos e hetuar ata ndoshta, dhe e devijojnë kuptimet e fjalës ibadet dhe çka kupton ajo. E kur i thuat se ti të bëj ibadet pejgamberin, me këtë dal prej feja se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar neve me bëj ibadet Allahun, jo me bëj pejgamberin. E i thuaj të bëj pejgamberin ibadet tunkiru shafaat Rasulillah, a mohon të ndërmjetësimin që pejgamberi e ka, ai lutet pejgamberit ose i pret kurban pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose i thot o Rasulullah ma jap ndërmjetësimin. Dhe kjo ka dallim me ta dhënë Allah azza wa jalla ndërmjetësimin dhe me kërku pi pejgamberit ndërmjetësimin, ka dallim kjo. E thot kur ti thush ti kështu mos e kërkon ndërmjetësimin pi pejgamberit, thot tunkiru shafaat Rasulillah, thot a mohon të ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa tabra minha, dhe distancohesh nga ajo, do thot a nuk po beson ti se pejgamberi ka me ndërmjetësuar ditën e Kiametit, fa kul la unkiru wa la atabarra minha, thuj unë nuk e mohoj ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as nuk distancohen nga kjo. Bela ai është ndërmjetësues dhe ati është që i jepet leja ndërmjetësimit dhe shpresojnë ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit. Mirë po këtë ndërmjetësimi është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Se Allah ka thënë kulillahi shafa'atu jami'an, thuj Allahut i takon ndërmjetësimi krejt. Dhe nuk ndodh ky ndërmjetësim ditën e Kiametit vetëm se me lejen e Allahut azza wa jall. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit s'ka mundësi me ndërmjetësu për dikan pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Siç ka thënë Allahu, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ka thënë Allahu sura al-Baqara ayat 255 se kush ka me ndërmjetësu, kush ndërmjetëson te Allahu pa lejen e Allahut, s'ka dikush që mundet me ndërmjetësu ditën e Kiametit pa lejen e Allahut subhanahu wa taala. Wala yashfa fi ahadin illa ba'da an ya'dhana Allahu fi. S'ka mundësi me ndërmjetësu tjetër kush në ditën e Kiametit, as melek, as pejgamberi, as kurkush, vetëm se me lejen e Allahut azza wa jall ditën e Kiametit. Thot Allah, wala yashfa'una illa liman irtada, dhe nuk ndërmjetëson ditën e Kiametit përveç ai me të cilin është i kënaqur Allahu subhanahu wa taala. Wa huwa subhan la yarda illa tauhid, Allah azza wa jall nuk është i kënaqur vetëm se me tauhidin, vetëm se me veprën, me besimin dhe me atë që e ka këtë besim. Thot Allah, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu, siç ka thënë Allah se kush kërkon fe tjetër përveç Islamit, Allahu s'ia pranon atij. Fa idha kanat shafa'a kulluha lillah wala la takunu illa min ba'di idhnihi wala yashfa an-nabi wala ghayru fi ahadin hatta ya'dhana Allah fi wala ya'dhana Allah illa li ahli tawhid tabayyan laka anna shafa'a kulluha lillah wa atlubhu minhu. Pra kur ta bëhet kjo ti e qartë se ditën e Kiametit Allahu azza wa jall nuk kënaqet vetëm se me tauhid, domethënë nuk kënaqet me asnjë person, nuk është i kënaqur përveç se me atë i cili i ka dek si besimtar dhe është ringjall ditën e Kiametit si besimtar, me tauhid, me besim. Pastaj nuk i lejohet askujt me bën ndërmjetësim përveç se me lejen e Allahut, dhe se ndërmjetësimi është në dorën e Allahut. Kur ta kuptosh këtë, atëherë të bën ti e qartë se në këtë botë kur ta kërkosh ndërmjetësimin, mos thuj o pejgamber ma jep ndërmjetësimin tan
po thuj o Zot ma jep ndërmjetësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se për ndryshe ke kërku prej pejgamberit diçka që s'ka mundësia i më dhon, se veç Allahu e jep këta. Pra idha sa'alta fas'alillah, kur të kërkosh, kur të bësh lutje, bëni Allahut azza wa jall. E ka prej njerëzve të cilët i thonë ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ma jep shefatin tan, ndërmjetësimin tan, dhe kjo nuk është e lejuar në Islam. E kur ti thush mos e bën këtë, mos ju lut pejgamberit, se ti ju lut pejgamberit, ti bë dua tash pejgamberit, ai thotë ja pe Muhammed ndërmjetësimin e pejgamberit, i thua jo, se ndërmjetësimin e pejgamberit unë e pranoj. Mi pa ndërmjetësimi i pejgamberit është në dorën e Allahut, dhe pejgamberi nuk ka mundësi me ndërmjetësu vetëm se me lejen e Allahut, pra e lipim ndërmjetësimin e pejgamberit nga Allahu subhanahu wa taala, e nuk e lipim pe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا كما قال تعالى. Pra i përgjigjemi se Allahu azza wa jall është ai i cili ja ka dhënë pejgamberit ndërmjetësimin ditën e Kiametit dhe ne ka ndaluar me lutje tërkujna. Domethënë të dijet janë rregulla. E para, Allahu ja ka dhënë ndërmjetësimin pejgamberit dhe ka më dhënë ditën e Kiametit me ndërmjetësu për besimtarët. Mi po të njëjtën kohë neve na ka ndaluar me lutje tërkujt përveç Allahut. Domethënë këtë ndërmjetësim e kërkojna prej Allahut, nëse e kërkon prej pejgamberit, atëri ke boshak Allahut azza wa jall. Ka thënë Allah fala tad'u ma Allahi ahada, mos ju lutje tërkujna bashkë me Allahun azza wa jall. Përndryshe i bën shirk Allahut, i shoqëron në ibadet. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطيعه في قوله. nëse jesh ka lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu me leju pejgamberin me ndërmjetësu për ty në ditën e Kiametit, atëra ndëgjoje, respektoje fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe fjalën e Allahut, dhe mos i shoqëro Allahut në ibadet. Pra lutjo vetëm Allahut azza wa jall, dhe vetëm për Allahut kërkoje këtë. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. Gjithashtu thot, është e ditur dhe dim se ndërmjetësimi i nuk i zhdon vetëm pejgamberit, por i zhdon edhe qirve përveç pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç ka ardhur në hadith se ditën e Kiametit kanë me ndërmjetësu edhe melekt. Mi pa ata ndërmjetësojnë me lejen e Allahut. Por kur ta lipin ndërmjetësimin nuk e kërkojnë prej melekëve, po e kërkojnë prej Allahut azza wa jall. Wa yashfa'una wal afrad. Gjithashtu ka ardhur në hadith se ndërmjetësojnë ditën e Kiametit për prindërit e tyre edhe fëmijët e vegjël që kanë vdekur. Ndërmjetësojnë për prindërit e vet. ويشفعون والأولياء يشفعون. Gjithashtu njerëzit e mirë ditën e Kiametit, pse kur janë shahidat, ndërmjetësojnë për 70 veta për me shtin xhennet, mi po këta nuk e kërkojnë ana prej shahidave, po e kërkojnë prej Allahut azza wa jall, që më na i mundsu neve, më na i dhanë ndërmjetësimin e pejgamberit dhe ndërmjetësimin e njerëzve të mirë, që let kanë mëna ndihmuar ditën e Kiametit. أتقول أن الله أعطاهم الشفاعة فاطلبها منهم. E kur t'ja përmendsh këto se Allahu ka më lejuar edhe melekëve me ndërmjetësu ditën e Kiametit, edhe njerëzve të mirë, edhe fëmijëve, thua ata kërkoj unë prej këtyre pra ndërmjetësimin apo prej Allahut, kur të thot jo kërkoja prej Allahut, thuj atëra hadha raja'at ila ibadati salihin. Nëse thot kërkoja prej melekëve ose kërkoja prej njerëzve të mirë ose kërkoja prej fëmijëve që me ta dhon ndërmjetësimin e tyre në ditën e Kiametit, kurse ata s'kan mundësi me ta dhon, nëse thot ktheu pra lëpe kërkoja prej ative, atëri i thuhet ti jo të i bën ibadet njerëzit e mirë, të cilët i ka përmend Allahu azza wa jalla në Kur'an për mushrik, të cilët i kanë adhuruar njerëzit e mirë që u kanë ngrit puta dhe i kanë bën ibadet. Kur ti thush këto, nëse thot ana la ushriku billahi shay'a, nëse thot unë po nuk isha shoqëroj Allahut azza wa jalla, mi po kthejna dhe kërkoj prej të devotshëm njerëzve të mirë që kanë vdekur. Fa kullu idha kunta tukirru an Allah harrama shirk. Atëri thua nëse te pranon që Allahu azza wa jalla e ka ndaluar shirkun, dhe shirku është ndalesa më e madhe që ka bërë Allahu azza wa jalla, sikur që e ka ndaluar amoralitetin, kurse shirku është më i ndaluar se sa amoraliteti, dhe pranon se Allahu azza wa jalla shirku nëse rinjallesh në ditën e Kiametit me shirk, Allahu nuk ta fal. Atëherë thuj, cila është ai shirku të cilën Allahu e ka ndaluar? Nëse kjo nuk është shirk, atëherë tregon ma çka është shirku. Nëse mbet pa përgjigje, dhe thot nuk e di cila është ai shirku, atëherë thuj, çish ka mundësi Allahu azza wa jall me dënu për një send që nuk ta ka shpjeguar? Pra nuk është e mundur që me zbrit Kur'ani dhe Allah azza wa jall me thonë që unë shirku nuk e fali kush rinjallet ditën e Kiametit me shirk, unë nuk ja fali atij, edhe pastaj në këtë botë mos më ja shpjegoj njerëzve çka është shirku. Nëse s'është shirk mi u lut njerëzve të vdekur, atëherë nuk ekziston shirk. Kjo është fjala e Muhamedit Abdul Wahhab, të cilën do më ia thonë njerëzve. E nëse thot shirki është me boj ibadet putat, e na nuk i na të i boj ibadet putat,
thuaj atij, çka është kuptimi i fjalës me adhuru putat? E pyet ata, a mendon ti se ata drun edhe ata gur krijojnë dhe japin furnizim, apo në këta kanë besu mushrikt? Nëse thot po, thuaj këta e përgënjeshtron Kur'ani, se mushrikt e kanë ditë që gurt dhe drut nuk krijojnë, as nuk furnizojnë, edhe pse i kanë adhuru, mirë po kanë dashur ndërmjetësimin e tyre. Thuaj pra, këtë çka e thotë e përgënjeshtron Kur'ani, nga se Allah Azza wa Jall ka përmendur se ata lutjet që i kanë bërë mushrikt, kurve edhe druve që i kanë adhuru, ka qenë se ja kanë drejtu lutjet. E tash nuk ka dallim a e drejtove lutjen gurit apo drunit, apo ja drejtove një njeri të vdekur, qoftë njeri i mirë apo i keq. Nuk ka dallim. Pra ajo është shirk, edhe kjo tjetra është shirk. Pastaj e pyet, a mendon se shirk është vetëm adhurimi i putave? Nëse thot se shirk është vetëm me adhuru putat, thuaj vjen kundërshtim me atë që ka ardhur Kur'ani edhe suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nga sa ato kanë adhuruar edhe melekt, ka pas cilët kanë adhuru melek, dhe ka pas prej krishterëve që adhurojnë Isaun, prej jehudive të cilët kanë thënë Uzairi është djali i Zotit. Do thotë edhe këto kanë bolloje që këtë Kur'ani i ka thujt shirk, e nuk i ka thujt vetëm se adhurimin e putave shirk. Nëse e thua këtë, thotë kjo është kundërshtim me Kur'anin. Atëherë pyet, çka është ibadeti Allahut Azza wa Jall? Nëse të përgjigjet dhe ta shpjegon çish ka ardhur në Kur'an, kjo është ajo e cila kërkohet prej tij. Do të kthehet në atë që na thrasim. E nëse nuk e din më të përgjigj, atëherë i thua pse po polemizon për një çështje kur ti nuk e din. Pse polemizon se është shirk, nuk është shirk kur ti si u të di se çka është ibadet mi bë Allahut Azza wa Jall. Do thotë kundërshtohet me veten e tij. E nëse ta shpjegon fjalën ibadet se adhurim Allahut është kjo edhe kjo, dhe vjen kundërshtim me atë që ka ardhur në Kur'an, atë jasharon se ibadet është kjo që ka pru Allahu, që ka përmendur Kur'an edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e nuk është ajo të cilën ti po e thua. E nëse nuk e llogarit adhurimin e varrave shirk, edhe thot se jo, kjo është e drejtë, kena drejt ju drejtu të vdekurve, do atëherë bjen në fjalën e vëllezërve të vet mushrik, të cilët kanë thënë pejgamberit e ja'ala al-ilahata ilahan wahida inna hadha la shay'un ajab. Se kur i ka thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mushrik, dhe u ka thënë vetëm një Zot me adhuru, dhe nuk i takon adhurimi tjetër kujt përveç Allahut azza wajal, ka thënë e bën të tij vetëm një Zot që i meriton adhurimin, vërtet kjo është një çështje e çuditshme. Të thallaj, nëse thotë që këtë shka po e përkufizon ti, se gjitha këto lloje të ibadetit ju bëhen vetëm Allahut, se nuk kemi drejt me drejtue pejgamberëve të varri, dhe nuk kemi drejt me u drejtue njerëzve të mirë të varri, nëse vjen kjo e çuditshme dhe thot nuk e pranoj prej teje këta, atëherë thua e ke thonë të njëjtën fjalë të cilën e kanë thonë mushrikt më herët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thonë çështje po e bën vetë një Zot, a këtë zotrat tonë që na kanë të adhuruar, që tash po thua vetëm një Zot është i cili meriton adhurimin edhe i milon gjitha zotrat tonë. Pastaj të dije se shirku i të parëve të cilët kanë jetu kohën e pejgamberit mushrikëve është më i lehtë se shirku i njerëzve të kohës tonë. Flet për kohën e vet Muhammed ibn Abdul Wahhab. Atë shirku të cilën e kanë bën kohën e Abu Jahlit, thotë është më i lehtë se sa shirku të cilën janë tu e bën të kohës tonë. Thotë ahaduha për dy shkaqe thotë. E para, se të parë mushrikët e parë nuk kanë qenë të cilët ju kanë lut la yushrikuna wala yad'una al-malaa'ika wala awliya wala thama Allah illa fi ar-raha. Kanë qenë njerëz të cilët nuk ju kanë lut melekëve, edhe njerëz të mirë që kanë vdekur, edhe putave, vetëm kur janë kanë të lirë, nuk ka rënë ndonjë provim prej Allahut mbi ta. Në këtë rast i kanë lut çetër kanë përveç Allahut. Andaj kur janë kanë rahat në shtëpiat e veta apo në vendin e tyre, i kanë lut edhe putat, edhe melekt, edhe pejgamberët e vdekur, i kanë lut edhe njerëzit e mirë që kanë vdekur, ata e kanë bërë këtë lloj shirku. Mi po kur ka ardhur një provim, dënim prej Allahut azza wa jall, i ka dënuar me diçka, e kanë bërë ibadet veç Allahut. Nuk i kanë bërë shok. Ka thënë Allahu wa idha massakum ad-durru fil bahri, kur ju godet juve e keqja në deti, dhalla man tad'una illa iyyah, humbin ato zotrat të cilët i keni adhuruar më herët. Falamma do të thonë ktheheni këta Allahu, i luteni veç Allahut. Flet Allah azza wa jall se mushrik kur hipin deti dhe kur rritën në val, e ti kap frima e madhe,
çka bajnë? I harrojnë zotat e vet që i kanë adhuruar në tokë kur janë kanë. Tash kanë rënë ngosht, ju lutën veç Allahu subhanahu wa taala. Falamma najjakum ila al-barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. E kur dalin ku ti shpëton Allahu azza wa jall nga deti, kur dalin thot, fillojnë me adhuru prapë atë që kanë adhuru më herët. Të vërtet, njeriu është mohuesi të mirave të Allahut. Gjithashtu thot Allahu azza wa jall: "Kul ara'aytum in ataakum adhabu Allahi aw atatkum as-sa'a." Thuaj, a shihni sikur t'ju vjen dënimi i Allahut apo t'ju vjen dita e Kiametit, e ghayra Allahi tad'una in kuntum sadiqin. Kanë kishilut. Kallzani nëse jeni të vërtet. Tregoni kujt ju kishilut në këtë rast. Bel iyahu tad'una. Dhe ta kishilut Allahun, fa yakshifu ma tad'una ilayhi in sha'a wa tansawna ma tushrikun. Të pastaj ai largon atë dënimin të cilin e keni frikë dhe pas asajna prap ju e harroni Allahun subhanahu wa taala dhe i bani shok Allahut pasi që të kalon hajdrimi Allahut. Si ka ardhur në surat Az-Zumar, thot Allah: "Wa idha massa al-insanu durru da'a rabbahu muniban ilayh." Dhe kur e godet njeriu ndonjë keqe, kthehet te Allahu azza wa jall edhe i lutet Allahut. Thumma idha khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kan yad'u ilayh. E pasi të kalon ajo, thot e harron Allahun azza wa jall ma lutjet që ka qenë duke ia bën. Wa ja'ala lillahi andada, dhe i bën Allahut pastaj shok në ibadet. Liudhillam an sabili kul tamatta bi kufrik. Dhe këta ban edhe del nga rruga e Allahut, thuaj pra ati, kul tamatta bi kufrik, jeto pak kënaqur me këtë kufrin tënd që të bë, innaka min ashabin nar, se pastaj do të jesh prej banorëve të zjarmit. Pastaj në suratul Luqman thot Allah: "Wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisina lahu ad-din." Kur kanë dalë në deti dhe i kanë zënë valte mëdhoja detet, janë rrit aq mëdhoja në bë, sikur me qenë hijen mbi kokat e tyre, thot e kanë lut Allahun, ju kanë kthie Allahut me lutjet sinqert. Do thot nuk e kanë shoqëruar Allahut në ibadet, ja kanë kthie këtë lutjet Allahut subhanahu wa taala. Thot Muhammed ibn Abdullah: "Faman fahima hadhihi al-mas'ala allati waddaha Allahu fi kitabih." Kush e kupton këtë çështje, të cilën e ka qartësuar Allahu në librin e tij. وهي أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعون الله. Ajo çështja është se mushrikët të cilët I ka luftuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kanë qenë njerëz të cilët e kanë lutur Allahun, wa yad'una ghayrahu fi ar-raha, dhe e kanë lutur tjetër kanë kur kanë qenë rahat. Domethënë kur kanë qenë rahat s'kan pas provime prej Allahut, e kanë lutur Allahun, po ju kanë lutur edhe tjerëve. Domethënë edhe putave. Wa amma fi ad-darri wash-shidda, ama kur janë kanë vështirësi dhe kur ju kanë dhënë dënimi Allahut azza wa jall, fala yad'una illa Allah, nuk ju kanë lutur tjetër kujt përveç Allahut. La sharika lahu wa yansawna sadatihim, dhe nuk I kanë shoqëruar ibadet, edhe I kanë harru këtë ato zotrat që I kanë bërë më herët ibadet. Tabayyan laka lahu al-farqu bayna shirki li zamanina, dhe nga këto thot bëhet e qarti dallimi mes shirkut kohës ton, flet për kohën e vet Muhammed ibn Abdullah, dhe shirkut të parë mushrikëve në kohën e Abu Jahlit. Walakin ayna man yafhamu qalbuhu hadhihi al-mas'ala fahman rasiyan wallahu al-musta'an. Thot po ku është ai I cili e kupton këtë çështje, Allahu qof në ndihmë. Thot kjo vlet për kohën e vet, thot në kohën e Abu Jahlit, kur janë shkonë njerëzit në vështirësi, ju kanë lutën veç Allahut. Kur kanë qenë rahat, s'kan pas probleme, ju kanë lutë edhe tjerëve. Thot kohën ton, thot edhe kur kanë probleme, edhe kur janë rahat, ju lutën tjetër kujt përveç Allahut azza wa jall. Thot edhe kur ngushtohen diçka, lutën pejgamberëve ose ju lutën njerëzve të mirë, ose shkojnë në përvorë dhe kërkojnë ndihmë. Do thot për këtë çka, kjo është njëri prej shkaqeve që e bën shirkun e kohës tonë, thot Muhammed ibn Abdullah, apo mushrikët e kohës tonë, shirkun e tyre më të madh se sa shirkun e mushrikëve që kanë jetuar kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çështja e dytë, an al-awwalina yad'una ma Allah wa nas al-muqarrabin 'inda Allah. Thot sa ata kur kanë lutën në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mushrikët asaj kohe, kur ju kanë lutë dikujt, ju kanë lutë atyre njerëzve që janë njoft, që kanë qenë njerëz të mirë. Edhe ju kanë lutë që ato më ju ndihmu. Imma anbiya, ose pejgamberëve, wa imma awliya, apo njerëzve të mirë, wa imma malaika, ose melekëve. Au yad'una ahjaran aw ashjar muti'atan lillahi laysat 'asiya, apo ju kanë lutë gurëve edhe druve të cilat nuk bojnë mëkat Allahut, se druni edhe guri nuk I bën mëkat Allahut subhanahu wa taala. Wa ahlu zamanina, të dërsa njerëzit e kohës tonë, yad'una ma Allahu nasin min afsaq an-nas, ju lutën disa njerëzve që janë për njerëzve më të këqij. Walladhina yad'unahum hum alladhina yahkuna anhum al-fujur, ata atyre që ju lutën, thot për ata flasin njerëzit se janë njerëz të moralitetit, të hajdutllëkit, dhe që se falin namazin,
وغير ذلك والذي يعتقد في الصالح أو الذي لا يؤسي مثل الخشب والحجر أهوى ممن يعتقد في من يشاهد فسقه وفساده ويشهد به. Dhe ai cili lutet gurit edhe drunit që nuk bën mëkat, se druni edhe guri nuk I bojnë mëkat Allahu subhanahu wa taala, thot është më I mirë se sa I mushriki I cili ju lutet një njerit I cili I bën të gjitha mëkatet ai shef dhe të njëjtën kohë I lutet atij. Edhe flet në kohën e Muhamedit Abdul Wahhabit, edhe vazhdon të jetë kjo, ka për shembull prej sekteve, sikur janë Bektashit, dhe kanë bën njerëzit disa shejha tyre, udhëheqësa tyre, I llogaritin si njerëz të shenjtë. Në realitet janë njerëz të cilët as namaz nuk falin, edhe mendojnë se ata kanë mundësi mi u ndihmu. As namaz nuk falin, edhe zina bajnë, edhe alkool pinë, gjithë takçijat I bajnë. Megjithatë, aleikum selam. Pasuesit e tyre besojnë se ata njerëz e dinë të fshehtën, kanë mundësi mi u ndihmua, kanë mundësi mi ahik çdo të keqe që na ndodh, do të për këtë dy shkaqe, do të shirku I kohës tonë, flet Muhamedi radhiyallahu për kohën e vet, do të afërsisht para 100 vjetëve, do të është më I madh se sa shirku I mushrikëve të Mekës. Me kas inshallah mjaftësh, mos bëhet shumë. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Si që I thonë maharën në Muhammedin Abdul Wahhab rahimahullah, gjitha libra të cilat I ka më shumë të shkruar rreth akides besimit. Në këtë kashf shubuhat do të flet për disa dyshime të cilat I përdorin njerëz se pretendojnë se muslimanët e ditën ku I bojnë shirk Allahut azza wa jalla dhe shirkun e tyre mundohen me arsjetue me anë të argumenteve të Kuranit dhe të Sunetit që s'ka bazë. Edhe në vazhdim thot prej argumenteve të cilat I flasin ata mundohen me argumentu dhe me thonë se këto vepra edhe nëse I bojnë nuk na nxirrin nga feja, është edhe fjala Allahut azza wa jalla e cila flet për Bani Israil, cilët I kanë thonë Musait alayhis salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. E bën neve një zot që ata adhurojnë qysh kanë kur I kanë pa duke kalu Musa alayhis salam me popullin e tij, rreth një populli ka pas ata adhurojnë tjetër kanë. Ka thonë na I bën edhe neve një zot që kanë ata. Do të kemi edhe një zot tjetër që ne shohim dhe adhurojmë qysh kanë ata tjerë zotra. Sura Al-Araf e 133. Dhe kjo është përsëritje një të ndodhi në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi pas shlirimit Mekkës u shëndal me një vend me sahabët, me shokët e tij, me po disa kanë qenë njerëz që kanë pranuar Islamin në fillim, do të thotë në çlirimin e Mekkës. Do të thotë kanë qenë sahabët e vjetër, dhe kanë qenë njerëz disa tjerë të cilët kanë pranuar Islamin në çlirimin e Mekkës. Do të thotë pejgamberi ka hyrë në Mekë me 10.000 ushtar prej sahabëve, 2.000 kanë pranuar me njëherë Islamin vetë sa ka hyrë pejgamberi ka çliruar Mekën. E disa kanë qenë krim fillim, duke ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për në Hunain, në luftën e Huneinit, janë dalë me një vend dhe I kanë pa disa mushrik. Dhe mushrik kanë pasur një dru, dhe në atë drunin I kanë vjerë shpatat. Edhe I kanë bërë ibadet drunin, ka qëndruar në kamat I drunit, e kanë bërë një lloj ibadeti atij. Edhe I kanë thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të rit prej sahabeve që kanë pranuar Islamin në fillim, siç e ka bërë sa transmetiu, Waqid al-Laythi që transmeton hadithin, ka thonë ishmi të afër me kufrin, do të thotë vetëm sa kemi pas pranuar Islamin. Edhe I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwat. Na I bën neve një se drunin e cakto, çish e kanë edhe këta. Do të thotë ata Waqid al-Laythi kur e përmend që kemi qenë në fillim të Islamit, edhe nuk e kanë kuptuar se s'ka mundsi njeriu me hyrë në fe, edhe më një herë me kuptu krejt fejen. E thotë kemi qenë në fillim të afërt me kufrin, vetë sa kemi pas pranuar Islamin, nuk e kanë ditë ende se çka është besimi, imani tamam. I kanë thonë pejgamberit, tu mendu mirë, ata kanë pas qëllimin mirë. Ka thonë ja Rasulullah, na I bën edhe neve një dru që kanë ata mushrik. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është I hidhruar dhe ka thënë Allahu akbar innaha sunanun. Allahu është më I madh, do të thonë në formë çuditëse si ka thënë pejgamberi çish po përsëriten ligjet, ka thënë vërtet janë ligje të cilat përsëriten. Dhe ka thënë innaha sunan, këto vërtet janë ligje. Laqad qultum kama qala qaum Musa li Musa. Më keni thënë çish I ka thënë populli I Musës Musait alayhis salam. Njëjtën punë. Edhe ka përmend këtë ajet ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Se populli I Musës I ka thënë Musait, na I bën neve një zot çish kanë ata zotra. Thotë et njëjtën, vetëm me fjalë tjera ju keni kërkuar një drun që kanë mushrik që adhurojnë edhe jo, po e kërkoni këtë. Dhe ata mundohen me argumentu me këtë se Ben Israil kur e kanë thënë këtë fjalë nuk kanë dalë prej fejes. Gjithashtu sahabët kur e kanë thënë këtë fjalë nuk kanë dalë nga feja. E përgjigja është se Ben Israil e kanë thënë por nuk e kanë vepruar. Nuk e kanë vepruar këtë fjalë që më dal prej fejes. Gjithashtu
ata që kanë kërku prej pejgamberit nuk e kanë vepruar, plus asajna ka qenë fillestar në fe, veç se e kanë pranuar Islamin dhe nuk e kanë jo fejen tamam. Sikur ata mos ta kishin respektu Musën, dhe të kishin marrë zot. Dhe sigur ata sahabët që kanë pranuar Islamin në fillim mos ta kishin respektu pejgamberin dhe ta kishin marrë një dru, ta kishin adhuruar, kishin dalë edhe ata prej fesë. Domethënë që nuk është arsye me thonë dikush se kanë vepruar sahabët kështu, i kanë thonë pejgamberit dhe pejgamberi i thotë i ka arsyetuar për shkak se ka qenë fillim të Islamit edhe është hidhruar me këtë fjalë dhe ka folë ashpër pejgamberin me to. I ka thonë keni thonë çuçi ka thonë populli Musës Musait, jeni tu lip zot tjetër përveç Allahut. Ka qenë i ashpër ndaj tyre, në do të edhe të sahabët që kanë qenë fillim të Islamit të afërt me kufrin. Do nuk vazhdon kjo për gjithë. Nëse dikush tjetër e kërkon pasi që është bëhet qartë kjo çështje, në do të çish flet edhe më vonë kjo, thotë nëse dikush prej muslimanëve, sidomos më qenë dietar apo hoxh e thot një fjalë dhe fjala e tij është kufër. Ai do të thonë fjalën e hakit, fjalën e besimit. Mi po që ka dalë fjala e kufrit dhe kjo ndodh. Që nuk thuhet që ka dalë prej dinit derisa t'ju bëhet e qartë. Ka dashur mja çelluar dhe ka gabuar. Do të thotë derisa t'ju bëhet atij e qartë, do të thotë nuk gabon. Kjo është simsim nga kjo hadith që na e marrim. Gjithashtu kanë një dyshim tjetër thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mohua Usamas radiallahu an, njënit nga sahabe kur e ka mit një person i cili ka thonë la ilaha illallah. Dhe i ka thonë, do thotë njërin prej luftave, njëri prej sahabeve, një mushrik e ka zonë ngusht. Edhe ka qenë vetëm duke mbyt, e ka thonë la ilaha illallah. Edhe ky sahabi e ka mbyt. E ka pasur emrin Usama. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj ka thonë Usama, kjo më ka mundu shumë derisa shkova dhe pyeta pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash Rasulullah ai tha fjalën la ilaha illallah, pastaj unë e kam mbyt. Ka thonë pejgamberi qataltu ba'da an qala la ilaha illallah, e kam mbyt pasi ka thonë fjalën la ilaha illallah, ka thonë po ja Rasulullah, pasi ka thonë fjalën la ilaha illallah unë e kam mbyt. Mirë po këtë fjalën la ilaha illallah ka thonë ka frika. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë a shaqaqta qalbah, a ke qa barkun te, a ke qa zemrën me këshira, e ka thonë prej frikës apo se ka thonë prej frikës. E ka mësuar këtë sahabe mi po ke ka mbyt edhe pejgamberi ka përsërit, e ka tëlte u ba'da an qala la ilaha illallah, e ke mbyt pasi ka thonë la ilaha illallah, e ke mbyt pasi ka thonë la ilaha illallah, do thotë ja ka sill ashpër. Ka dashur mi tregu se muslimani gjikon nga jashtë derisa dikush tregohet se është musliman dhe i vepron veprat e Islamit në llogaritje musliman. Mi po kjo nuk është argument për disa që mendojnë se vetë se ta thush këtë fjalën la ilaha illallah, pastaj vepro çka dush se ti nuk del prej fesë. Jo. Qysh ka mundsi njeriu me një fe, gjithashtu ka mundsi me dal prej fesë. Do thotë nuk është Islami një sen që hen ti edhe mos ki mundsi me dal prej saj. Jo, ka mundsi hen edhe ka mundsi dal. E kjo është hadithi, pejgamberi ka folë këtë, ka çortu pse s'ka xhikuki nga jashtë. Ai tash ka tregu imanin para Osamës. Osama ka dashur me pranuar si musliman. Derisa ka thënë sahabe as shumë ka çortu pejgamberi derisa ku mendu se ku ta kisha pranuar Islamin çat çast kur më ka fol pejgamberi. Që do të thotë Islami ma kish lyk këtë gabim që ka bën. Mi po ka qenë që e ka pranuar Islamin dhe ka qenë mësim për sahabët e tjerë dhe për gjithë musliman se njeri i cili prezantohet musliman do të më pranojmë si musliman derisa nuk shohim veprat të cilat nxirren nga feja. Mi po ata kanë dojnë më arsjetu, ata që thonë njëri musliman, e sidomos kur Muhamedi radhiyallahu anhu kanë thonë la ilaha illallah. Mi po të njëjtën kohë kanë shku kanë adhuru vorrën, ndërsa adhurimit e tërë kanë përveç Allahut nxirren nga feja. Kanë thonë ti sahabi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka çortuar pse ka mytën këtë njërin që ka thonë la ilaha illallah. E na po thojnë la ilaha illallah. Pi adhurojnë vorrën pse po na lufton? Ti nuk i drejt më na luftu se pejgamberi ka çortuar sa më pse e ka mbyt atë që ka thonë la ilaha illallah. E çysh ti Muhamedi radhiyallahu anhu me ushtrin tonë po na lufton neve, ndërsa na po thojmë la ilaha illallah. E Muhamedi radhiyallahu anhu do thotë i përgjigjet. Në do të kjo nuk është arsye, edhe pse ata mundon më arsyetu se kjo nuk është arsye, nëse thot njëri la ilaha illallah, të njëjtën kohë pastaj shkon adhuron tjetër kanë përveç Allahut, del prej dinit, do thotë nuk është prej muslimanëve, gjithë ditën me thon la ilaha illallah, do thotë lejohet më lufta kundër tij. E Muhamedi radhiyallahu anhu thotë i thuhet këtyre mushrikëve të cilët veprojnë këtë mënyrë, bojnë shirk Allahut, të njëjtën kohë la ilaha illallah dhe prapë vazhdojnë shirkun e tyre, këtyre mushrikëve ignorant, të dihet një sens se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka luftuar jehudit. Dhe ja ka marrë pasurinë që ka luftuar. Ndërsa jehudit janë njerëz që thënë la ilaha illallah, nuk ka të adhurim tjetër përveç Allahut. Gjithashtu sahabët e kanë luftuar fisin Bani Hanif. Fisi Bani Hanif kanë qenë njerëz pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë kur pejgamberit e kanë pranuar Islamin, por pas pejgamberit kanë dalë prej dinit. Kanë qenë njerëz të cilët kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, e kanë fal namazin dhe kanë thonë musliman. Mirë po e kanë besuar se Musailime Kedhabi, Musailime është pejgamber pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo besimi i tyre se Musailime është pejgamber i ka qit prej dinit, edhe pse kanë fal, edhe pse kanë thonë la ilaha illallah, që nuk ju ka bë dobi. Se të besosh ti se ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ta besosh di kanë çesh pejgamber që çet prej fejes. Pra, njeriu ka mundësi me thonë fjalën e Allah. Dhe të njëjtën kohë me vepru vepra të cilat e nxirrin nga feja,
në thot nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah nëse i vepron vepra që nxirrin nga feja ose i thot fjalë të cilat e nxirrin nga feja. Gjithashtu thot Ali radiallahu an i ka dënuar ata pasues të Abdullah ibn Sabeit, të cilët kanë besuar se Ali radiallahu an është Zot. Mi po ka qenë njerëz të cilët kanë thonë la ilaha illallah. E i ka dënu me zjarm, i ka djeg. Edhe pse këtë dënim është i ndaluar, po thënë ulemat, ndoshta Ali radiallahu nuk i ka arritë ndalesa. Disa sahabe kanë dëgjuar pejgamberin që është ndaluar, mi pa ai nuk e ka ditë, pastaj është ndalë nga kjo ku ja kanë tërhequr vërejtën Ali radiallahu se kjo mënyrë e dënimit me zjarm është ndaluar në Islam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se nuk dënon me zjarm përveç Allahu subhanahu wa taala. Kjo është dënim i veçantë që vetëm Allahu e bën, i dënon njerëzit me zjarm, ndërsa njerëzit kur dënojnë nuk dënojnë me zjarm. Në thotë vetëm se mujnë me mbyt, në thotë me shpat, ose me vra, mi po jo edhe me zjarm. Gjithashtu thotë të vetë njerëzit janë që e pranojnë se një njeri i cili vetë këta të cilët mundon marsitu që thojnë la ilaha illallah, si thot njeri la ilaha illallah, nuk lejohet më vrata, këto vetë besojnë se nëse njeri thot la ilaha illallah, po të njëjtën kohë e mohon ringjallën ditën e Kiametit, a ka mundësi me qenë muslimanaj? Nuk ka mundësi me kanë musliman, se për me kanë musliman do të me besu edhe ringjallën, dhe këta e përmban fjala la ilaha illallah. Si thush fjalën la ilaha illallah, dosh me besu krejt atë që ka ardhur në Kur'an dhe në fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nëse thua fjalën la ilaha illallah, pastaj dyshon në Kur'an, a është i Allahut apo s'është? Dyshon Kur'ani është i saktë apo s'është i saktë? Dyshon Kur'anin është i plot apo s'është i plot? Apo dyshon në ringjallë, apo dyshon melek, apo dyshon në gjin, se ekzistojnë gjin apo se ekzistojnë gjin, fjalë të cilat Allahu azza wa jalla ka lajmëruar se ekzistojnë, apo dyshon diçka tjetër prej sendeve, prej gjërave që ka lajmëruar Allahu në Kur'an, atëherë nuk ka mundësi me kon musliman edhe nëse thuhet fjalën la ilaha illallah, se fjala la ilaha illallah ka këtë kuptim me adhuru Allahun dhe gjithçka që vjen prej Allahut ti me besue dhe me besu pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam si pejgamber dhe me besu krejt ato që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është e vërtetë. Pra, dhe kjo shihet se thot Muhammed bin Abdullah, nëse ne e pranojnë në sen sa i cili thot la ilaha illallah, pastaj nëse mohon diçka prej fejes, nuk i bën dobi fjala la ilaha illallah. Thot çish ka mundsi këta me besue, pastaj themi, do thot kohën e tij që kanë thënë njerëzit, si thot la ilaha illallah, edhe me adhuruvorin nuk del prej fejes. Njeriu i cili mohon diçka prej Islamit, edhe pse nuk janë në origjinë prej esencës besimit, dhe më thënë çonave kryesore të besimit që kanë zbrit, për të cilën janë quajtur mos shumti pejgambert, të del prej fejes. Çish ka mundësi mos me dal prej fejes kur ai dhuron tjetër sa ngorsa pejgamber? Kjo është çështja e tauhidit, palca e besimit, e imanit që njeriu me kon musliman do të me adhuru vetëm Allahun dhe mos mi po shak. Të ka mundësi njeriu me dal prej gjërave që kanë më pak rëndësi se sa kjo, thot e çish ka mundësi me met musliman derisa ja adhuron tjetër kanë përveç Allahut subhanahu wa taala. Nga se Usame që ka ardhur hadithe thot e ka mbyt një njeri i cili ka thonë la ilaha illallah, ka tregu islamin, pastaj nuk u pa ai që është u bë diçka shkaqet prej fejes. Prandaj Usame ka gabuar se ka xhikuar diçka në zemrën e tij, ajo ka thonë se ai personi ka pranuar islamin prej frikës, ndërsa frika është në zemër, nuk e din ai ka thonë prej frikës apo e ka thonë prej besimit, pra është dashur me xhikuar nga jashtë. Musliman. Sikur të kishte thonë la ilaha illallah, pastaj kish vepruar veprat e mushrikëve, atëherë sahabët as pejgamberi nuk e kishte llogarit ata musliman. Mi pa e ka pranuar islamin, fillimisht ka tregu veten musliman, është dashur Usame me pranuar si musliman dhe mos me mbyt, pastaj me shikue, nëse ish tregu musliman me dhe me vepra, e kishin llogarit musliman. Nëse ish kthyer në atë që ka qenë, e kishin luftuar ose e kishin vrarë. Pra, nuk i lejohet muslimanit ai i cili tregohet që është musliman, nuk i lejohet një muslimanit me xhikuar për atë se nuk është musliman, derisa ai personi tregon veten se është musliman. Dhe ato ka zbrit fjala Allahut, ja alladhina amanu idha darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. O ju musliman, o ju që keni besu, kur dilni në luftë në rrugën e Allahut, shqyrtoni problemin, vërtetohi. Mos xhikoni pa dituri, sikur që ka vepruar kjo Usame dhe ka gabu. Nëse është treguar vetë njeriu për musliman, dëshmë xhiku musliman. Nëse thua se është musliman, vërteto a është musliman apo s'është, pastaj ti mundesh me vrap. Mirë po jo, ai të shtregu musliman dhe ti vetëm me mendimet e tua, me paragjykime, me xhiku njerin edhe me myt. Pra, fatabayyanu, ka thënë Allah azza ka zbrit këtë ajet, ja po çart muslimanëve se ku del një luftë dhe dikush prej armikut paraqitet si musliman dhe thotë unë jam musliman ose e pranon islamin, mos e mbet. Pranoje si musliman edhe dorëzoj me islam muslimanëve, asa e shikojnë musliman, nëse vazhdon si musliman, llogarit musliman. Nëse kthehet atë vjetën që ka qenë si jo musliman, atëherë mbytet. Por këtë hadithi Usame radhiyallahu anhu nuk është argument të cilën ata e thojnë, po hadithi Usame flet në sen tjetër, ajo është që njeriu do të me xhikun nga jashtë njerëzit
nëse tregohet musliman është musliman, nëse tregohet si jo musliman, ata llogarit si jo musliman. Pastaj tot Muhammed Abdul Wahhab ka pas njerëz të cilët kanë thënë la ilaha illallah dhe si ka bë dobi la ilaha illallah, dhe janë obliguar muslimanët me luftuar. Për shembull Khawarij ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për sektën e fraksionin e Khawarijve që do të dalin dhe i ka luftuar Aliu radhiyallahu anhu. Po pejgamberi thot i ka lajmëruar që do të dalin dhe ju ka thonë ejna ma laqitumuhum faqtuluhum, ku ti gjeni vrani, la in adraktuhum la aqtulannahum qatl Ad, sikur ti mrri unë nëse jam gjallë dhe i mrri do t'i luftoj sukur popullin e Adit. Edhe pse Khawarij kanë qenë njerëz më shumë që kanë bërë ibadet, pastaj kanë mësuar fe nga sahabët. Mirë po kanë dalë prej menhegjit rrugës sahabëve dhe kanë filluar me thonën sahabëve, sikur Ali's radhiyallahu anhu që ka dalë prej dinit, dhe kanë dalë nga rruga dhe kanë filluar me bafesadën tokë, derisa kanë mit njërin nga sahabët, ka qenë sahabi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë gjetë në rrugë edhe e kanë mbyt, edhe e kanë mbyt gruan e tij dhe e kanë çop barkun, e cila ka qenë gruaja e atij sahabës, ka qenë shtatzane. Pastaj ka ardhur Ali radhiyallahu anhu dhe i ka pyet kush e ka bë këtë, nuk është paraqita i vrasësi, ka thonë ma tregoni kush është vrasësi nga ju të dënoj, ka thonë na ketë bashkë e kemi mbyt. Do të thotë e kanë marrë përgjegjësinë, ka thonë pasi e keni mbyt vet krejt, atëherë të gjithëve do t'ju luftoj dhe i ka luftuar të gjithë. Mirë po vlet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ndonjëherë luftohet njëri edhe pse thot fjalën la ilaha illallah, do të thotë nuk është çdo kujt i bën dobi fjalën la ilaha illallah, derisa nuk vepron me fjalën la ilaha illallah, apo vepron me fjalë të kundërta të kësaj fjale, domethënë me vepra që e prishin këtë fjalën la ilaha illallah, atij personi nuk i bën dobi fjalën la ilaha illallah. Muslimanët obligohen me luftu nëse ai nuk kthehet nga gabimet e veta, nuk kthehet nga shirku, nga kufri që e bën, obligohen me luftu njëhet sikurse mushrikët e tjerë të cilët nuk e thojnë fjalën la ilaha illallah. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me luftu fisin Bani al-Mustaliq, është nis për me luftu, i ka ardhur një lajm i pasakt. Dhe pejgamberi ka menduar se është lajmi i saktë, mirë po ka qenë i pasakt. Është nis, i kanë thënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se Bani Mustaliq nuk doin me dhënë zakatin. Ndërsa ka qenë për muslimanëve, edhe kanë thënë fjalën la ilaha illallah, edhe pejgamberi ka përgatitur shtri për me çu me luftuar. Do thotë nuk i bën çdo kujt në dobi fjalën la ilaha illallah, disa nuk punon me kuptimin e fjalës la ilaha illallah. E kuptimi i fjalës la ilaha illallah është më unshtruar Allahut edhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur e ka çu pejgamberi njerëz, e ka marrë vesh që i ka ardhur lajmi se ata nuk doin me dhënë zakatin, pejgamberi ka përgatitur luftë një shpall. Mirë po pastaj kur ka çu njerëzit, ata e kanë dhënë zakatin, tash marrë vesh se ka qenë dezinformate jo sakt, dhe ka zbrit fjala Allahu azza jalla ya alladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, o ju të cilët keni besuar, nëse ju vjen ju ndonjë fasik mëkatar, domethënë njëri i cili nuk respekton Allahun dhe pejgamberin, bën mëkate, edhe ju vjen me ndonjë lajm fatabayyanu, sigurohi, domethënë kërkoni a është e vërtet, sigurohin lajmin e tij, a është e vërtet apo jo. An tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, se ka mundësi e merrni lajmin si të sakt e njeriu që ka ardhur është gënjeshtar dhe ju nuk keni siguru, edhe sulmoni ndonjë popull apo disa njerëz, edhe i mytni, e pastaj kur ta merrni vesh që ka qenë gabim, pendohi e vash vën. Andaj Allah azza wa jalla ka urdhëruar musliman që kur të vjen njeriu ndonjë lajm, sidomos për njerëzve që nuk janë të besueshëm, e kanë adet me rrejt, atëra duhet me pru me prit, a ka dëshmitar për atë fjalë që është thonë, e mos me marr asnjë hap derisa të sigurohen për njerëzit se e kanë thonë atë fjalë apo kanë vepruar punë që i është ardhur lajmi. Mi po argumenti është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të argument kundër atyre të cilët thonë se si thot njeriu fjalën la ilaha illallah, çka do me vepru nuk do për dinit, përkundrazi pejgamberi edhe pse ka ditë që thonë la ilaha illallah, edhe e falin namazin, kur i ka ardhur lajmi se nuk doin me dhënë zakatin, ka përgatitur luftë për me luftu. Pastaj vazhdon vet vepra e Abu Bakrit radhiyallahu an pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka luftuar ata njerëz të cilët nuk e kanë dhënë zakatin. Janë bën njerëz shumë të cilët nuk kanë pranuar me dorëzu zakatin pushtetit islam, domethënë halifas Abu Bakrit radhiyallahu an. Dhe sahabët me përgjimin e këtij sahabëve është përgatitur ushtria dhe i ka luftuar. Dhe ata njerëz kanë qenë njerëz të cilët kanë thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, kanë qenë njerëz të cilët kanë agjëruar, njerëz të cilët e bojnë haxhin krejt, mi po zakat s'kan pranuar me dhon. Zakatin nuk kanë pranuar me dhon. Abu Bakr ka përgatitur ushtri dhe i ka luftuar dhe i ka llogarit pastaj si jo musliman dhe ja ka marr pasurinë dhe i ka luftuar njëri që i ka luftuar mushrik. Pse? Ka thonë e kanë ndarë namazin nga zakati. Do të zakatin e kanë ndarë nga namazi, ka thonë nuk e pranoj këtë dhe nuk e kanë pranuar sahabët. Do të thotë jo gjithmonë kur thot njeriu la ilaha illallah, e pastaj nuk vepron me këtë fjalën la ilaha illallah dhe vepron vepra që e prishin këtë fjalën la ilaha illallah, ata nuk i kanë dobi fjalën la ilaha illallah. Muslimanëve i lejohet me i luftu ata, njëri që i lejohet me i luftu mushrik. Pra Muhammed ibn Abdul Wahhab është të fol për kohën e vet
e tregon veten e vet për shkak se i ka luftuar në kohën e vet shumë njerëz të cilët kanë thonë fjalën la ilaha, pastaj kanë adhuruar vorr dhe kanë ngrit tyrbe dhe kanë bërë sihrin, e kanë bërë shumë vepra të këqija të cilat nxjerrin nga feja, edhe është akuzuar Muhammed ibn Abdul Wahhab se po i lufton musliman. Në realitet nuk ka qenë të i luftu musliman, po ka qenë të i luftu njerëz të cilët kanë thonë la ilaha illallah, pastaj nuk ju kanë nështruar kësaj fjale dhe kanë vepruar vepra të cilat e prishin fjalën la ilaha illallah. Pastaj kanë një dyshim tjetër që ja bin njerëzve dhe thonë se njerëzit ditën e Kiametit, siç ka në hadithin e ndërmjetësimit, thonë se pejgamberi ka lajmëruar se njerëzit do të shkojnë dhe do të kërkojnë ndihmë të Ademi alayhis salam, siç është puna me gjithë pejgamberët. Pastaj deri te Ibrahimi e Musa alayhis salam, derisa të vinte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe thonë kjo flet se i lejohet njeriu të lutje tërkujna. Edhe këtë e marrin së arsyetëm se na kena drejt edhe pse i lutmi të tërkujt na prap mesim si musliman. E thot Muhammed ibn Abdul Wahhab subhana man taba ala qulubi a'da'i, ta qoftë Allahu i lartë këtan, i cili thot ja ka volos zemrat armëkët e Allahut, të cilët nuk janë mësuar me kuptue këtë din. Siç argumenton edhe me fjalën e Musa alayhis salam, fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwwihi. Allah azza wa jalla flet se Musa alayhis salam kur i kanë ndihmuar ati personi që ka qenë pi beni Israelve, e që ai kuptiu nga populli i Firaunit është zanë me atë beni Israelve dhe i ka qenë fukara, thot fastaghathahu alladhi min shi'atihi, ai cili ishte i popullit Musait kërkoi ndihmë prej Musait. Po kjo flet se kjo lloj ndihmës është të cilën do ta bëjnë njerëzit në ditën e Kiametit. Nuk është një send që nuk ka mundësi me ndihmu njeri. Në thotë njerëzit kur do t'ju lutën ose do të kërkojnë ndihmë nga Ademi alayhis salam dhe nga pejgamberi ditën e Kiametit, do të kërkojnë që ata me ndërmjetësu te Allahu, me kërku prej Allahut azza xal që me ndërmjetësua. Në thotë është sen që i është dhënë pejgamberëve ose i është dhënë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ditën e Kiametit, mundësia ndërmjetësimit me kërkuaj me lutje, me lutje Allahut azza xal që më lehtësua popullit ditën e Kiametit, njerëzve gjykimin atë ditë të vështirë. Thotë nuk kanë kërkuar, nuk kërkojnë njerëzit ditën e Kiametit prej pejgamberëve diçka që s'kan mundësi me dhën pejgamber. Që nuk ka mundësi, në ato kur ta kërkosh prej atij që s'ka mundësi me ta dhani sen, nuk e ka lënë Allahu në dorë mundësinë me kry, atë nuk është e njëjtë me atë që e kërkon për njeriu një sen që ai ka mundësi me ta dhënë. Gjithashtu ka një dyshim tjetër. Edhe është prej tregimeve në kohën e Ibrahimit alayhis salam, kur është marrë Ibrahimi alayhis salam dhe është hudh për zjarr. Kur është hudh për zjarr, Xhibrili alayhis salam i ka dalë përpara dhe i ka thënë Ibrahimit, a keni diçka nevojë? A të duna diçka? Ka thënë Ibrahimi, s'kam nevojë për ty. Ka thënë sikur të ishte kanën me kërku ndihmë prej dikujt e ndalume, atëherë pse Xhibrili i ka thënë pejgamberit apo don me të ndihmua. E vërteta është se kjo është e ngjashme me të parën. Se Allah azza wa jall ka përmend për Xhibrilin shadidul quwa, se ka fuqi të madhe. Ja ka mundsuar Allah azza wa jall Xhibrilit këtë fuqi dhe ka qenë mundësinë e tij me ndihmu Ibrahimin alayhis salam. Dhe Ibrahimi nuk ka dashur ndihmë, nuk ka dashur me kërku prej askujt prej krijesave. Mi po ka qenë mundësinë e Xhibrilit. Dhe sikur të ke shku Ibrahimi ndihmon në këtë rast, ka pas mundësi me ndihmu dhe ke kërku një send që ka qenë dorën e Xhibrilit, ka mujt me ndihmua. Atë ka bë Xhibrili me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe e kish katruar krejt me zjarme dhe me krejt atë popull që ka ekzistuar. Mi po Ibrahimi alayhis salam nuk e ka kërku dhe kjo vlet se njeriu t'i lejohet me kërku ndihmë. Në rast pi dikujna, një ndihmë që ne ka njeriu në dorën e tij ka mundësi me ndihmu, mi po jo atë që nuk ka mundësi. Do kjo nuk është dyshim i cili arsyeton njerëzit të cilët adhurojnë tjetër kanë përveç Allahut azza wa jall, kërkojnë prej tyre një send që kërkohet vetëm prej Allahut dhe nuk kërkohet prej njerëzve. Do të thotë disa dyshime i ka përmend dhe i ka disa fjalë tjera me të cilat e përfundon këtë. Inshallah të lajm për dersën e ardhshëm. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.